Pikërisht tani, ndërsa shikoni këtë material, ju po lvizni në përhapësirë me një shpejtësi që e bën një plumb pushke, të duket si një melq. Toka rrotullohet me 1600 e shumë kilometra në orë. Sistemi diellor fluturon rreth qendrës së rrugës së Qumështit me 220.000 kilometra në orë. Por kjo nuk është fundi. E gjithë galaktika jonë, së bashku me qindra mijëra galaktika të tjera, po tërhiqet drejt diçkaje që shkencëtarët e quajnë atraktori i madh. Shpejtësia e këtij udhëtimi 2.200.000 kilometra në orë. Ju kur nuk e keni ndjerë këtë lvizje, as nuk do ta ndjeni ndonjëherë, por ajo po ndodh çdo sekondë të jetës suaj. Kush apo çfarë na po tërheq dhe çfarë do të ndodh kur të mbërrim? Para se të mendoni se kjo është një teori e çmendur nga ndonjë film shkencor fantastik, le t'ju them diçka. Në vitin 1982, astronomi Alan Dressler dhe ekipi i tij në observatorin Carnegie zbuluan diçka që nuk duhej të ekzistonte. Ata ishin duke matur shpejtësitë e galaktikave të largëta, duke pritur të gjenin një model të thjeshtë ekspansioni, por zbuluan se qindra galaktika po lviznin në një drejtim të vetëm, si lumejnë që rrjedhin drejt detit. Diçka masive, diçka jashtëzakonisht e madhe, po i tërhiqte ato. Diçka që nuk mund ta shihnin drejt për drejt. Teleskopët më të fuqishëm në tokë nuk mund ta zbulon plotësisht, sepse ndodhet në pjesën më të fshehtë të qiellit ton. Por ndikimi i saj gravitacional është i pamohueshëm. Ne nuk po zgjedhim drejtimin ton në përhapësirë. Dikush apo diçka po na tërheq. Tani le të ndalemi për një moment. Imagjinoni se jeni duke qarë në një varg të vogël në mes të oqeanit. Ju mendoni se jeni të palvishëm, por në të vërtetë, varga juaj po tërhiqet nga një rrym masive nënujore që ju nuk mund ta shihni. Kjo rrym ju çon drejt një vorbull gjigant në qindra kilometra largësi. Ju nuk e dini ende se ai vorbull ekziston. Nuk e shihni, nuk e ndjeni, por çdo goditje e rremave ju sjell më afër atij. Kjo është saktësisht situata jonë në shkallë kozmike. Ne jemi duke u tërhequr drejt diçkaje që e tejkalon imagjinatën tonë. Dhe gjithë historia e qytetërimit njerëzor, nga shpelat e para deri te teleskopët hapësinor, ka ndodhur gjatë këtij udhëtimi, pa e ditur, pa e kontrolluar, pa pasur mundësi ta ndalojmë. Por si mund të jemi të sigurt se kjo po ndodh? Si din shkencëtarët se ne po lëvizemi me 2.200.000 kilometra në orë drejt një pike të caktuar në hapësirë? Le të fillojmë nga fillimi, nga mënyra se si ne kuptojmë lëvizjen tonë nëpër kosmos. Në vitin 1929, astronomu amerikan Edwin Hubble bëri një zbulim që ndryshoi gjithçka. Ai zbuloi se galaktikat po largohen nga ne dhe sa më larg janë, aq më shpejt largohen. Kjo ishte prova e parë e plasjes së madhe dhe zgjerimit të universit. Për dekada, shkencëtarët mendonin se ky zgjerim ishte i njëtrajtshëm në të gjitha drejtimet. Si një top gome që fryhet, çdo pikë në sipërfaqe largohet nga çdo pikë tjetër me të njëjtën shpejtësi. Por pastaj, në fillim të viteve 80, astronomët filluan të vënë re diçka të çuditshme. Galaktikat në zonën tonë të universit nuk po silleshin ashtu siç duhej. Ato kishin një lëvizje shtesë, një derivë sistematike në një drejtim të caktuar. Kjo lëvizje nuk mund të shpjegohej me zgjerimin e universit vetëm. Duhej të kishte diçka tjetër, diçka që po ushtronte një tërheqje gravitacionale masive. Në vitin 1987, grupi i 7 astronomëve të quajtur _QUOTE_0__ publikoi një studim që e quajti këtë fenomen atraktori i madh. Emrat e tyre ishin Sandra Faber, Alan Dressler, Donald Lynden Bell, Roger Davis, David Burstein, Roberto Terlevich dhe Gary Wegner. Punë e tyre në Universitetin e Kalifornia dhe Observatorin Carnegie zbuloi se jo vetëm rruga jonë e Qumështit, por edhe supergrumbuli i plot Virgo, një strukturë që përmban 10 mijëra galaktika, po tërhiqet drejt një pike në konstelacionin Centaurus. Imagjinoni se po shikoni një hartë të qiellit të natës.
Konstelacioni Centaurus ndodhet në hemisferën jugore, pjesërisht i fshehur pas rrafshit të rrugës së Qumështit. Kjo do të thotë se për ne që jetojmë në tokë, atraktori i madh ndodhet në pjesën më të vështirë për t'u vëzhguar të hapësirës. Është si të përpiqeni të shikoni diçka që ndodhet drejt për drejt pas një muri të dendur tymi. Rruga e Qumështit, me miliardat e saj yje, pluhur dhe gaz, krijon një zonë të errët që astronomët e quajnë zona e shmangjes. Për këtë arsye, edhe pse e dim se atraktori i madh është atje, ne nuk mund ta shohim drejt për drejt. Por ndikimin e tij mund ta matim me saktësi të jashtëzakonshme. Si? Duke matur lëvizjet e galaktikave individuale dhe duke krahasuar shpejtësitë e tyre me atë që do të pritej nga zgjerimi i universit vetëm, le të thjeshtojmë këtë. Imagjinoni se jeni duke matur shpejtësinë e makinave në një autostradë. Ju prisni që të gjitha makinat të lëvizin me shpejtësi të njëjtë sipas limitit të shpejtësisë. Por befas, vini re se disa makina po lëvizin më shpejt se sa duhet në një drejtim të caktuar. Kjo do të thotë se ka diçka që po i tërheq ato. Ndoshta një shenjë që premton karburant falas, apo një aksident që po i tërheq kurioztët. Në rastin e galaktikave, ka diçka shumë më masive se sa një aksident apo një shenjë. Ka një koncentrim të jashtëzakonshëm të masës që po ushtrojë një forcë gravitacionale aq të madhe sa po tërheq mijëra galaktika njëkohësisht. Masa e këtij atraktorit të madh vlerësohet të jetë sa 10 mijëra galaktika si rruga e Qumështit. Gënjeni të mendoni për atë. 10 mijëra rrugë të Qumështit, secila me qindra miliard yje, të përqendruara në një rajon relativisht të vogël të hapësirës. Por çfarë saktësisht është atraktori i madh? A është një grumbull supermasiv galaktikash? Një vrim e zezë gigante? Një mbetje nga plasja e madhe? Apo diçka plotësisht tjetër që ne ende nuk e kuptojmë? Të gjitha këto pyetje kanë marrë mendjen e astronomëve për dekada. Në vitet 90, teleskopët më të fuqishëm filluan të zbulojnë më shumë detaje. U bë e qartë se atraktori i madh nuk është një objekt i vetëm, por një rajon i dendur me supergrumbuj galaktikash. Një prej këtyre supergrumbujve quhet grumbull Norma, i cili ndodhet afërsisht në drejtimin e atraktorit të madh. Grumbull Norma përmban 10 grumbuj më të vegjël, secili me mijëra galaktika. Por edhe kjo nuk është historia e plot. Në vitin 2005, astronomët zbuluan diçka eve më të madhe. Duke përdorur të dhënat nga studimi me rreze X i realizuar nga sateliti Röntgen, shkencëtarët hartuan strukturën tridimensionale të supergrumbujve në rajonin e atraktorit të madh. Ata zbuluan se nuk po tërhiqemi vetëm nga atraktori i madh, por nga një strukturë eve më masive, që quhet supergrumbull Laniakea. Emri Laniakea vjen nga gjuha havajane dhe do të thotë horizont qiellor i papërshkrueshëm. Kjo strukturë përmban mbi 100.000 galaktika dhe shtrihet në një hapësirë prej 500 milion vitesh dritë. Ne, rruga e Qumështit, jemi vetëm një pikë e vogël në skajin e këtij supergrumbull. Dhe e gjithë kjo strukturë po tërhiqet drejt qendrës gravitacionale të atraktorit të madh. Apo filloni të kuptoni shkallën e asaj që po ndodh? Ne nuk jemi thjesht një planet që rrotullohet rreth diellit. Ne nuk jemi thjesht një sistem diellor që rrotullohet rreth qendrës së galaktikës. Ne jemi një qelizë e vogël në një trup kozmik që po lviz në një rrugtim që e tejkalon çdo përvojë njerëzore. Por le të kthehemi te pyetja themelore. Pse po ndodh kjo? Pse tërhiqemi drejt atraktorit të madh? Përgjigja qëndron në natyrën e vet gravitacionit. Gravitacioni është forca që mban planetët në orbitat e tyre, që mban galaktikat së bashku dhe që i jep formë universit. Ku ka masë, ka gravitacion. Dhe ku ka koncentrime masive të masës, gravitacioni bëhet aq i fortë sa fillon të tërheq gjithçka përreth. Atraktori i madh është një prej këtyre koncentrimeve. Por pyetja më interesante nuk është pse po tërhiqemi, por çfarë do të ndodh kur të mbërrim atje? A do të përtlasemi me galaktika të tjera? A do të përthithemi në një strukturë edhe më të madhe? Apo a do të vazhdojmë të lvizemi drejt diçkaje edhe më të largët? Për të kuptuar këtë, na duhet të flasim për një zbulim tjetër të jashtëzakonshëm.
Në vitin 1988, para se të zbulohej atraktori i madh, astronomi John Huchra dhe kolegët e tij në Universitetin Harvard zbuluan murin e madh, një strukturë filamentike e përbërë nga dhjetra mjera galaktika që shtrihet në qindra milion vitesh dritë. Kjo zbuloi se galaktikat nuk janë të shpërndara rastësisht në univers, por formojnë një rrjet kozmik, si një sfungjer gigant me vende të densa dhe vende pothuajse të zbrazda. Atraktori i madh është vetëm një nyj në këtë rrjet dhe rezulton se ka edhe struktura më të mëdha. Në vitin 2013, astronomët zbuluan grumbullin Shapley, një super grumbull edhe më masiv se atraktori i madh, i cili ndodhet në një distancë prej 650 milion vitesh dritë. Dhe çuditërisht, edhe atraktori i madh po tërhiqet drejt grumbullit Shapley. Apo i shihni modelin këtu? Ne jemi si një matrioshka ruse e lëvizjeve. Toka rrotullohet rreth boshtit të saj. Sistemi diellor rrotullohet rreth qendrës së galaktikës. Galaktika jon tërhiqet drejt atraktorit të madh dhe atraktori i madh tërhiqet drejt grumbullit Shapley. Por edhe kjo nuk është fundi. Ka shkencëtar që mendojnë se grumbulli Shapley vetë është pjesë e një strukture edhe më të madhe. Sa larg shkon kjo? Ku përfundon? Apo ndoshta nuk ka fund fare? Këto janë pyetje që shkencëtarët po përpiqen të përgjigjen. Por para se të hyjmë në spekulimet më të tmerrshme, le të flasim për diçka që shkencëtarët rrallë diskutojnë në publik. Ka shumë gjëra që ne ende nuk i kuptojmë për atraktorin e madh. Ka eksperimente që kanë dështuar, ka të dhëna që kontradiktojnë njëra tjetrën dhe ka pyetje që nuk kanë përgjigje. Për shembull, në vitin 2016, një ekip i astronomëve u përpoq të përcaktojë me saktësi masën e atraktorit të madh, duke përdorur të dhënat më të reja nga teleskopi hapësinor Planck. Rezultatet ishin konfuze. Varësisht nga metoda e përdorur, masa e llogaritur ndryshonte me një faktor prej 2 apo 3. Kjo do të thotë se ne ende nuk e dim saktësisht sa masiv është atraktori i madh. Nuk e dim nëse është një super grumbull i vetëm apo një grumbull super grumbujsh. Nuk e dim nëse gravitacioni që po na tërheq vjen nga masa e dukshme e galaktikave apo nga diçka tjetër që ne nuk mund ta shohim. Dhe këtu vjen pjesa më e çuditshme. Masa që ne mund ta shohim, yjet dhe galaksikat, përbën vetëm 15% të masës totale që duhet të ekzistojë për të shpjeguar lëvizjet që po vëzhgojmë. 85% e mbetur është e bërë nga diçka që ne e quajmë materie e errët. Materia e errët është një nga misteret më të mëdha të fizikës moderne. Ne nuk e dim çfarë është, nuk mund ta shohim, nuk mund ta zbulojmë drejt për drejt me asnjë instrument që kemi, por dim se ajo ekziston sepse ndikimi i saj gravitacional është i pamohueshëm. Pa materien e errët, galaktikat do të shkëputeshin. Supergrumbujt nuk do të ekzistonin dhe atraktori i madh nuk do të kishte forcën e nevojshme për të na tërhequr. Kështu që kur flasim për atraktorin e madh, në të vërtetë po flasim për një strukturë masive të materisë së errët që mbështjell dhe tërheq mijëra galaktika. Por nuk dim saktësisht si është shpërndar kjo materie e errët. Nuk dim nëse formon një top të dendur apo një filament të gjatë. Nuk dim nëse është një masë e qëndrueshme apo diçka që po ndryshon me kalimin e kohës. Këto janë pyetje të hapura që shkencëtarët po hullumtojnë. Ka një pyetje tjetër që shkencëtarët nuk e diskutojnë shpesh. Çfarë do të ndodh me ne kur të mbërrim te atraktori i madh? A do të ngadalsohet udhtimi ynë? A do të ndryshojmë drejtim? Apo a do të vazhdojmë përgjithmonë? Përgjigja varet nga 2 faktorë. I pari është masa e atraktorit të madh. Sa më i madh të jetë, aq më e fortë është tërheqja gravitacionale dhe aq më e shpejt do të lëvizim ndërsa afrohemi. Por ka edhe një faktor tjetër, më i fuqishëm dhe më i çuditshëm: energjia e errët. Po, keni dëgjuar mirë. Pas materisë së errët ka edhe energjinë e errët. Dhe ajo po shtyn universin të zgjerohet me një shpejtësi në rritje. Energjia e errët është një forcë që vepron në drejtinë të kundërt të gravitacionit. Ajo nuk tërheq, por shtyn. Dhe sa më e madhe të jetë distanca midis 2 objekteve, aq më e fortë është ndikimi i energjisë së errët. Në vitin 1988,
dy ekipe të pavarura të astronomëve, njëri udhëhequr nga Saul Perlmutter dhe tjetri nga Brian Schmidt dhe Adam Riess, zbuluan se zgjerimi i universit nuk po ngadalsohet, por po përshpejtohet. Ky zbulim i solli atyre çmimin Nobel për fizik në vitin 2011. Por gjithashtu na la me një enigmë të madhe. Çfarë është kjo energjia e errët që po shtyn hapësirën të zgjerohet më shpejt dhe më shpejt? Ne nuk e dim. Dhe ndikimi i saj në lëvizjen tonë drejt atraktorit të madh është kompleks. Nga njëra anë, gravitacioni i atraktorit po na tërheq, nga ana tjetër, energjia e errët po shtyn hapësirën midis nesh dhe atraktorit të zgjerohet. Cili do që fiton varet nga distanca dhe masa. Në distanca të shkurtra, gravitacioni dominon. Në distanca të gjata, energjia e errët dominon. Kështu që, ndërsa ne po lëvizim drejt atraktorit të madh, ne gjithashtu po lëvizemi në një univers që po zgjerohet. Është si të përpiqeni të notoni në një lumë që po rrjedh drejt një ujvare, por rrjedha e ujit po ngadalsohet vazhdimisht. A do të arrini në ujvar apo do të ndaleni përpara? Kjo varet nga shpejtësia juaj fillestare dhe forcën e rrjedhës. Për galaktikat që janë shumë afër atraktorit të madh, gravitacioni do të fitojë dhe ato do të bashkohen në një supergrumbull edhe më masiv. Por për galaktikat që janë më larg, energjia e errët mund të fitojë dhe ato do të largohen përgjithmonë, të shkëputura nga zgjerimi i universit. Ne, rruga e qumashtit, jemi në mes. Do të arrijë te atraktori i madh? Apo do të mbetemi përgjithmonë në rrugë, duke u tërhequr, por duke mos arritur kurrë? Por le të thjesojmë këtë dhe të kthehemi te përjetimi ynë njerëzor. Si ndikon e gjithë kjo te ne? Si na prek lëvizja jon drejt atraktorit të madh? Përgjigjja e shkurtër është fare. Në shkallën e jetës son të përditshme, në shkallën e sistemit ton diellor, madje edhe në shkallën e galaktikës son, atraktori i madh nuk ka asnjë ndikim të dukshëm. Toka do të vazhdojë të rrotullohet, stinët do të ndryshojnë, dielli do të lindë dhe do të perëndojë, jeta do të vazhdojë pikërisht si më parë. Por ka diçka thellësisht shqetësuese në këtë dije. Ne po lëvizemi në përhapësirë me një shpejtësi që është e pakuptueshme, drejt një destinacioni që është i panjohur, në një udhtim që ka filluar miliarda vjet para se të ekzistonim dhe që do të vazhdojë miliarda vjet pas se do të jemi zhdukur. E gjithë historia e qytetërimit njerëzor, të gjitha luftërat, të gjitha zbulimimet, të gjitha dashuritë dhe urrejtjet, kanë ndodhur gjatë këtij udhtimi. Ne kurrë nuk kemi qëndruar në një vend, ne kurrë nuk kemi qenë të palvishëm. Ne gjithmonë kemi qenë udhëtar, të huaj në këtë oqean kozmik, duke u quar drejt një destinacioni që ne nuk e kemi zgjedhur dhe nuk mund ta ndryshojmë. Por ndoshta kjo është pikërisht pjesa e bukur. Ndoshta kjo na mëson diçka thelbësore për natyrën e ekzistencës sonë. Ne nuk jemi qendra e universit. Ne nuk jemi as zotërt e fatit ton kozmik. Ne jemi të vegjël, të përkohshëm dhe plotësisht në mëshirë e forcave që janë jashtë kontrollit ton. Por ne jemi edhe pjesë e diçkaje të pabesueshme, e madhe. Imagjinoni se po shikoni një hartë të universit të dukshëm. Në këtë hartë, rruga e qumashtit është vetëm një pikë e vogël. Supergrumbull Virgo është një tufë më e madhe. Supergrumbull Laniakea është një sipërfaqe që mbulon pjesën e madhe të hartës. Dhe atraktori i madh është një një në mes, një pikë ku linjat e rrjedhës gravitacionale konvergojnë. Por nëse zmadhonim edhe më shumë, nëse do të mund të shikonim universin në shkallën më të madhe të mundshme, do të shikonim diçka edhe më të jashtëzakonshme. Do të shikonim se universi nuk është i njëtrajtshëm. Ai ka struktura, filamente, mure dhe vende bosh. Është si një sfungjer kozmik ku galaktikat grumbullohen përgjatë filamenteve dhe muret, ndërsa hapësirat midis tyre janë pothuajse krejtësisht të zbrazda. Ky rrjet kozmik, siç quhet, është një prej zbulimet më të mëdha të astronomisë moderne. Por si u formua? Pse galaktikat grumbullohen në struktura të tilla dhe jo në mënyrë të njëtrajtshme? Përgjigjja shkon mbrapsht te plasja e madhe. Në momentet e para pas plasjes së madhe, universi ishte pothuajse plotësisht i njëtrajtshëm. Por kishte fluturime të vogla të densitetit, zona ku materia ishte pak më e dendur se në vende të tjera.
Këto fluturime ishin shumë të vogla, vetëm një pjesë në 100.000, por gravitacioni i amplifikoi këto fluturime. Zonat më të densa tërhoqën më shumë materie, duke u bërë edhe më të densa. Me kalimin e kohës, këto zona u rritën në super grumbuj, ndërsa zonat më pak të densa u zbrazën. Rezultati është rrjeti kozmik që shohim sot. Atraktori i madh është një pjesë e këtij rrjeti. Ai është një nij ku filamentet e rrjetit kozmik kryqëzohen dhe ne, së bashku me mijëra galaktika të tjera, porosqasim përgjatë këtyre filamenteve drejt kësaj nyjeje. Por pyetja që duhet të bëjmë është, ku përfundon kjo? A ka një destinacion final? Apo është ky një proces i përjetshëm? Për të kuptuar këtë, na duhet të flasim për të ardhmen e universit. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante, por gjithashtu mjaft shqetësuese. Sipas modeleve më të mira të fizikës moderne, universi do të vazhdojë të zgjerohet përgjithmonë, dhe për shkak të energjisë së errët, ky zgjerim do të përshpejtohet vazhdimisht. Kjo do të thotë se në të ardhmen e largët, galaktikat do të largohen nga njëra tjetra më shpejt se sa mund të na arrijnë drita e tyre. Në miliarda vjet nga tani, galaktikat që ne shohim sot do të kalojnë përtej horizontit kozmik. Drita e tyre nuk do të na arrijë më. Qielli i natës do të bëhet gjithnjë e më i errët. Përfundimisht, vetëm galaktikat në grupin ton lokal, ato që janë të lidhura gravitacionalisht me rrugën e Qumashtit, do të jenë të dukshme. Të gjitha të tjerat do të zhduken përtej horizontit. Dhe nëse pritni edhe më gjatë, edhe grupi ynë lokal do të ndryshojë. Rruga e Qumashtit dhe galaktika Andromeda, dy galaktikat më të mëdha në grupin ton lokal, po afrohen me njëra tjetrën me një shpejtësi prej 120 km në sekond. Në afërsisht 4 miliardë 500 milion vjet, ato do të përplasen. Ky përplasje nuk do të jetë si dy makina që përplasen. Nuk do të ketë asnjë shkatërrim dramatik. Në vend të kësaj, dy galaktikat do të kalojnë nëpër njëra tjetrën në një vallëzim kozmik që do të zgjas miliona vjet. Yjet do të kalojnë pranë njëri tjetrit, por rrallë do të përplasen, sepse distancat midis yjeve janë shumë të mëdha. Por gravitacioni do të shtrembërojë të dyja galaktikat duke krijuar krah dhe bishtë të gjata. Përfundimisht, ato do të bashkohen në një galaktik eliptike të vetme më të madhe. Por edhe kjo është vetëm një fazë kalimtare. Në qindra miliard vjet nga tani, të gjitha yjet do të shuhen. Yjet si dieli ynë do të bëhen xhuxha të kuq, pastaj xhuxha të bardhë dhe në fund do të ftohen në xhuxha të zi. Yjet masiv do të shpërthejnë si supernova dhe do të lënë pas vrim të zeza ose yje neutron. Dhe në fund, universi do të bëhet një vend i ftohtë, i errët, plot me mbetje të vdekura yje dhe vrim të zeza. Ky skenar quhet vdekja termike e universit. Entropia do të arrijë maksimumun e saj, nuk do të ketë më energji të përdorshme, nuk do të ketë më jetë. Nuk do të ketë më lëvizje. Vetëm një oqean i ftohtë, i errët, i humbur në kohë dhe hapësirë. Por edhe ky nuk është fundi. Në shkallë kohore edhe më të gjata, edhe vetë vrimet e zeza do të avullojnë nëpërmjet rrezatimit Hawking. Në fund, nuk do të mbetet asgjë përveç fotonëve të shpërndar dhe grimcave elementare që notojnë në një hapësirë të zgjeruar pafundësisht. Por le të kthehemi te çështja që na intereson. Çfarë do të ndodhë me ne? Me rrugën e Qumashtit, me udhëtimin ton drejt atraktorit të madh? A do të arrite destinacioni ynë përpara se zgjerimi i universit të na shkëput? Përgjigjja është po, ndoshta. Nëse masa e atraktorit të madh është mjaft e madhe, gravitacioni i tij do të mbizotërojë mbi zgjerimin dhe ne do të arrijë atje. Procesi do të zgjas miliarda vjet, por përfundimisht, rruga e Qumashtit do të bëhet pjesë e një supergrumbull edhe më masiv. Dhe atëherë, udhëtimi ynë në shkallë kozmike do të ketë mbaruar. Ne do të jemi bërë pjesë e një strukture edhe më të madhe, një sistem i lidhur gravitacionalisht që do të rezistojë zgjerimit të universit. Por kjo është vetëm një pikë kalimtare. Në fund, edhe kjo strukturë do të zbërthehet. Yjet do të vdesin, galaktikat do të shpërndahen dhe universi do të vazhdojë drejt vdekjes së tij termike. Por ndoshta ka diçka më shumë. Ndoshta ka struktura edhe më të mëdha që ne nuk i dim ende.
Ndoshta grumbulli shapli që po tërheq atraktorin e madh është vetë duke u tërhequr nga diçka tjetër. Ndoshta ka një hierarki të pafundme strukture, secila duke u tërhequr nga ajo tjetra më e madhja. Apo ndoshta, në fund, ne do të zbulojmë se universi ka një qendër, një pikë drejt së cilës gjithçka po tërhiqet. Por kjo është spekulim. Deri tani, shkenca nuk na ka dhënë asnjë provë për një strukturë më të madhe se grumbulli shapli, por as nuk e ka përjashtuar mundësinë. Universi është shumë më i madh se sa ne mund të vëzhgojmë. Horizonti im kozmik, rrezja e universit të dukshëm, është vetëm 46 miliardë 500 milion vjet dritë. Por universi i vërtet mund të jetë shumë më i madh, madje i pafundëm. Dhe nëse është i pafundëm, atëherë ka hapësirë struktura edhe më të mëdha, hierarki që shkojnë përtej çdo imagjinat. Kështu që, ku na lë kjo? Ne jemi duke u tërhequr drejt atraktorit të madh me 2.200.000 km/h. Ne jemi pjesë e një super grumbull të quajtur Laniakea, që shtrihet në 500 milion vitesh dritë. Ne jemi duke u lëvizur në një univers që po zgjerohet dhe po shpejtohet për shkak të energjisë së errët. Ne jemi në një rrugtim që ka filluar miliarda vjet para se të ekzistonim dhe që do të vazhdoj miliarda vjet pas se do të jemi zhdukur. Dhe ne nuk e dim se ku do të përfundojmë. A do të arrijë atraktori i madh? A do të shkëputemi nga zgjerimi i universit? A do të bëhemi pjesë e një strukture edhe më të madhe? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet akoma. Por fakti që po i bëjmë këto pyetje, fakti që po e eksplorojmë universin dhe po zbulojmë vendin tonë në të, është diçka e jashtëzakonshme. Mendoni për këtë. Për mijëra vjet, njerëzit mendonin se toka ishte qendra e universit. Dielli, hëna, planetet dhe yjet rrotulloheshin rreth nesh. Pastaj Kopernik zbuloi se ne rrotullohemi rreth diellit. Pastaj zbuluam se dielli është vetëm një yll midis miliardave të tjerëve në rrugën e Qumështit. Pastaj zbuluam se rruga e Qumështit është vetëm një galaktik midis miliardave të tjerëve në univers. Dhe tani po zbulojmë se madje lëvizja jonë nëpër univers nuk është e pavarur, por e diktuar nga forca gravitacionale të strukturave që janë miliona herë më të mëdha se sa ne. Çdo zbulim i ri na ka çuar më larg nga qendra, na ka bërë më të vegjël, më të parëndësishëm në shkallën kozmike, por në të njëjtën kohë, çdo zbulim i ri na ka dhënë një kuptim më të thellë të vendit tonë në univers. Një vlerësim më të madh për kompleksitetin dhe bukurinë e realitetit. Kështu që, çfarë duhet të mendojmë për këtë? Si duhet të ndihemi duke ditur se po lvizemi nëpër hapësirë me shpejtësi që e tejkalojnë imagjinatën, drejt një destinacioni që nuk e dim. Disa njerëz do të ndihen të friksuar, të vegjël, të parëndësishëm. Dhe kjo është një reagim i kuptueshëm. Kur e krahasoni shkallën e jetës suaj me shkallën e universit, është e lehtë të ndjeni se nuk ka rëndësi. Por unë mendoj se ka një mënyrë tjetër për ta parë këtë. Po, ne jemi të vegjël. Po, jeta jonë është e shkurtër në kohën kozmike. Po, ne nuk mund të ndikojmë në lëvizjen tonë drejt atraktorit të madh. Por ne jemi edhe krijesa të jashtëzakonshme. Ne jemi materie që ka arritur të vetëdijësohet, të mendoj, të kuptoj dhe të vëzhgoj universin. Ne jemi universi që është zgjuar për të reflektuar mbi vetveten. Çdo atom në trupin tuaj ka qenë një herë pjesë e një yli, karboni në mushkëritë tuaja, hekuri në gjakun tuaj, kalciumi në kockat tuaja, të gjitha janë krijuar në brendësinë e yjeve masiv që shpërthyen si supernova miliarda vjet më parë. Ju nuk jeni thjesht në univers. Ju jeni universi. Dhe ndërsa po lëvizeni drejt atraktorit të madh, ju po merrni pjesë në një nga proceset më madhështore të natyrës. Po merrni pjesë në evolucionin kozmik, në riorganizimin e madh të materisë dhe energjisë që fillon nga plasja e madhe dhe vazhdon deri në vdekjen termike të universit. Çfarë mendoni? A ju bën kjo të ndiheni më të vegjël apo më të mëdhenj? A ndryshon mënyrën se si e shikoni jetën tuaj të përditshme? Por le të thollohemi më shumë në shkencën pas kësaj lëvizjeje. Si e din shkencëtarët saktësisht se po lëvizemi me 2.200.000 km/h? Si mund ta masim një lëvizje që nuk e ndjejmë kurrë? Përgjigja qëndron në një fenomen të quajtur zhvendosja e kuqe. Kur një objekt po largohet nga ne,
Drita që vjen prej tij zgjatet drejt skajit të kuq të spektrit. Sa më shpejt largohet objekti, aq më i madh është zhvendosja e kuqe. Ky është efekti Doppler, i njëjti efekt që e bën sirenën e një ambulanse të tingëllojë më e ulët kur po largohet nga ju. Por në vend të valve të zërit, ne po matim valët e dritës. Duke matur zhvendosjen e kuqe të galaktikave të largëta, astronomët mund të përcaktojnë se shpejt ato po largohen nga ne. Por ka një komplikacion. Zgjerimi i universit gjithashtu shkakton zhvendosje të kuqe. Kështu që si mund t'i ndajmë dy efektet? Si mund të dimë sa nga lëvizja e një galaktike është për shkak të zgjerimit dhe sa është për shkak të tërheqjes gravitacionale nga atraktori i madh? Përgjigja është të matim galaktikat në rajone të ndryshme të qiellit dhe të krahasojmë shpejtësitë e tyre. Nëse të gjitha galaktikat po largohen me të njëjtën shpejtësi në të gjitha drejtimet, atëherë ajo është vetëm zgjerimi i universit. Por nëse ka një derivë sistematike në një drejtim të caktuar, atëherë ka diçka më shumë. Dhe kjo është saktësisht ajo që zbuluan astronomët në vitet 80. Ata gjetën se galaktikat në zonën tonë të universit kanë një lëvizje shtesë prej afërsisht 600 km në sekond drejt konstelacionit Centaurus. 600 km në sekond. Le ta vendosim këtë në perspektivë. Një plumb udhëton me afërsisht 1 km në sekond. Raketa më e shpejtë që kemi ndërtuar ndonjëherë, sonda Parker Solar Probe, udhëton me rreth 165 km në sekond në pikën më të shpejtë të orbitës së saj. Dhe ne po lvizemi më shumë se 3 herë më shpejt, jo për shkak të ndonjë motori apo rakete, por për shkak të gravitacionit të një strukture që është kaq masive sa e tejkalon çdo përshkrim. Dhe pjesa më e çuditshme, kjo lvizje është plotësisht e padukshme për ne. Nuk e ndjeni, nuk ndikon në orbitën e tokës rreth diellit, nuk ndikon në lvizjen e diellit rreth qendrës së galaktikës. Është vetëm në shkallën e supergrumbujve që kjo lvizje bëhet e dukshme. Por le të kthehemi te një pyetje që ndoshta po e bëni. Nëse po lvizemi kaq shpejt, pse nuk arrijmë kurrë? Ku është ky atraktor i madh dhe sa kohë do të na duhet për të arritur atje? Përgjigja është komplekse. Atraktori i madh ndodhet në një distancë prej afërsisht 250 milion vitesh dritë. Kjo do të thotë se drita, objekti më i shpejt në univers, do të duhej të udhëtonte 250 milion vjet për të arritur atje. Ne po lvizemi me 600 km në sekond, që është afërsisht 1/500 e shpejtësisë së dritës. Kështu që teorikisht do të na duheshin afërsisht 50 miliard vjet për të arritur atje. Por ja problemi. Universi ka vetëm 13,8 miliard vjet. Ne nuk kemi kohë të mjaftueshme për të arritur, dhe edhe nëse kishim, zgjerimi i universit po përshpejtohet për shkak të energjisë së errët. Kështu që çfarë do të ndodhë? A do të arrijë ndonjëherë? Përgjigja varet nga një garë midis gravitacionit dhe energjisë së errët. Gravitacioni po na tërheq drejt atraktorit të madh. Energjia e errët po zgjeron hapësirën midis nesh dhe atraktorit. Nëse gravitacioni fiton, ne do të vazhdojmë të afrohemi dhe përfundimisht do të bëhemi pjesë e një supergrumbull edhe më masiv. Nëse energjia e errët fiton, ne do të ngadalsohemi, do të ndalemi dhe do të fillojmë të largohemi. Në këtë skenar, ne kurrë nuk do të arrijë te atraktori i madh. Shkencëtarët nuk janë të sigurt ende se cili do të fitojë, por bazuar në matjet më të fundit, duket se energjia e errët po fiton. Zgjerimi i përshpejtuar i universit do të thotë se në fund ne do të shkëputemi nga atraktori i madh dhe do të mbetemi në një ishull kozmik të izoluar. Por ja një pyetje më tronditse. Çfarë nëse ne tashmë jemi në atraktorin e madh? Çfarë nëse ajo që ne e quajmë atraktori i madh nuk është një destinacion larg, por një strukturë që tashmë po kalojmë nëpër të? Kjo mund të tingëllojë e çuditshme, por ka shkencëtarë që mendojnë se atraktori i madh nuk është një pikë specifike, por një rajon i gjerë i hapësirës me densitet të lartë. Ne mund të jemi tashmë në skajin e këtij rajoni, duke u zhytur më thellë në të me kalimin e kohës. Nëse kjo është e vërtet,
Atëherë pyetja nuk është kur do të arrijë, por sa thellë po shkojmë. Dhe përgjigjja për atë pyetje varet nga struktura e brendshme e atraktorit të madh, diçka që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht. Dhe këtu vjen pjesa ku gjërat bëhen vërtet interesante, por gjithashtu shumë të pasigurta. Ka shumë gjëra që shkencëtarët nuk i diskutojnë shpesh për atraktorin e madh. Ka eksperimente që kanë dështuar, ka të dhëna që kontradiktojnë njëra tjetrën, dhe ka hipoteza që nuk mund të testohen. Le të flasim për këto. Le të hapim arkivat e asaj që nuk funksionoi. Në vitin 2015, një ekip ndërkombëtar i astronomëve u përpok të hartoj strukturën tridimensionale të atraktorit të madh, duke përdorur të dhëna nga studimi me rreze X i realizuar nga sateliti XMM Newton. Qëllimi ishte të identifikojnë grumbujt individual të galaktikave që përbëjnë atraktorin dhe të përcaktojnë masën e secilës. Por rezultatet ishin konfuze dhe kontradiktore. Në disa rajone, ata gjetën më shumë masa se sa pritej, në të tjera, më pak. Modelet kompjuterike nuk mund të përputhnin të dhënat, dhe çështja kryesore ishte se pjesa më e madhe e rajonit të atraktorit të madh është e fshehur pas zonës së shmangjes, rrafshit të rrugës së Qumashtit. Kjo do të thotë se ne nuk mund ta shohim drejt për drejt pjesën më të rëndësishme. Është si të përpiqeni të hartoni një hartë të një qyteti duke parë vetëm catit dhe duke dashur të dini çfarë ka brenda ndërtesave. Ju mund të merrni një ide të përgjithshme, por detajet do t'ju shpëtojnë. Dhe kjo është saktësisht problemi me atraktorin e madh. Ne kemi një ide të përgjithshme, ku është dhe sa masiv është, por detajet mbeten mjegulle. Ka një tjetër eksperiment që ka prodhuar rezultate të papritura. Në vitin 2019, shkencëtarët përdorën të dhënat nga teleskopi hapësinor Planck për të matur flukset e rrezatimit kozmik të sfondit në drejtime të ndryshme. Ata pritnin të gjenin një model që përkonte me lëvizjen tonë drejt atraktorit të madh. Në vend të kësaj, gjetën një anomali. Rrezatimi kozmik i sfondit nuk ishte krejtësisht i njëtrajtshëm. Ka një asimetri të vogël, një QUOTE6 dhe një QUOTE6 që nuk përputhen me parashikimet e teorisë standarde. Disa shkencëtarë mendojnë se kjo anomali mund të jetë për shkak të një strukture edhe më masive, përtej atraktorit të madh. Të tjerë mendojnë se është thjesht një lëkundje statistikore. Askush nuk është i sigurt. Dhe pastaj ka pyetjen e materisë së errët. Ne e dim se materia e errët ekziston, sepse ndikimi i saj gravitacional është i pamohueshëm, por ne nuk e dim çfarë është. Ka dhjetra hipoteza, nga grincat egzotike si neutralino dhe aksion, deri te teoritë e modifikuara të gravitacionit, por asnjë prej këtyre nuk është konfirmuar. Dhe pa të ditur natyrën e materisë së errët, ne nuk mund të kuptojmë plotësisht strukturën e atraktorit të madh. A është materia e errët e koncentruar në një top të dendur në qendër? A është e shpërndar në filamente të holla? A ndryshon me kalimin e kohës? Këto janë pyetje të hapura. Dhe për sa kohë nuk kemi përgjigje, të gjitha modelet tona të atraktorit të madh janë të pasigurta. Por ja pyetja që askush nuk e bën në publik. Çfarë nëse atraktori i madh nuk është ajo që mendojmë? Çfarë nëse tërheqja gravitacionale që po përjetojmë nuk vjen nga një grumbull supermasiv galaktikash, por nga diçka tjetër? Ka shkencëtarë të marginalizuar që kanë propozuar hipoteza të çuditshme. Disa mendojnë se mund të ketë një vrim e zezë supermasive në qendër të atraktorit, kaq e madhe sa e bën asgjë vrimën e zezë në qendrën e rrugës së Qumashtit. Të tjerë mendojnë se mund të ketë materie egzotike, diçka që nuk është as materie normale, as materie e errët, por diçka plotësisht e ndryshme. Dhe ka edhe ata që mendojnë se atraktori i madh mund të jetë një mbetje nga plasja e madhe, një rajon ku rregullat normale të fizikës nuk zbatohen plotësisht. Këto janë spekulime, patjetër, nuk ka prova të forta për asnjë prej këtyre ideve, por fakti që ne nuk mund t'i përjashtojmë plotësisht tregon se sa pak dim me të vërtetë. Dhe kjo është pjesa e çuditshme dhe e mahniqme e shkencës.
Ne kemi bërë përparime të jashtëzakonshme në të kuptuarit e universit. Ne kemi matur zhvendosjen e kuqe të galaktikave, kemi hartuar strukturën kozmike, kemi zbuluar energjinë e errët. Por sa më shumë zbulojmë, aq më shumë kuptojmë se sa shumë nuk dim. Çdo përgjigje hap 10 pyetje të reja. Çdo zbulim zbulon 10 mistera të reja. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca është kaq emocionuese. Tani le të kthehemi te diçka më konkrete. Le të flasim për shpejtësinë tonë aktuale në përhapësirë. Ne thamë që po lvizemi me 2.200.000 km/h drejt atraktorit të madh, por kjo është vetëm një pjesë e lëvizjes tonë totale. Le të zbërthejmë këtë në komponente. E para, toka rrotullohet rreth boshtit të saj me një shpejtësi prej 1.600 e shumë km/h në ekuator. E dyta, toka rrotullohet rreth diellit me një shpejtësi prej 107.000 km/h. E treta, i gjithë sistemi diellor rrotullohet rreth qendrës së rrugës së Qumështit me një shpejtësi prej 220.000 km/h. E katërta, rruga e Qumështit po tërhiqet drejt atraktorit të madh me një shpejtësi prej 2.200.000 km/h. Por edhe kjo nuk është fundi. Atraktori i madh vet po lviz. Ai po tërhiqet drejt grumbullit Shapli, i cili ndodhet në një distancë prej 650 milion vitesh dritë. Kjo shtesën e shpejtësisë. Dhe nëse marrim parasysh zgjerimin e universit, hapësira vet po zgjerohet me një shpejtësi që varet nga distanca. Sa më larg të jetë një objekt, aq më shpejt duket se po largohet për shkak të zgjerimit. Kështu që lëvizja jonë totale në përhapësirë është një kombinim kompleks i rrotullimeve, tërheqjeve gravitacionale dhe zgjerimit kozmik. Është si të përpiqeni të llogaritnin pozicionin e një topi në një rrotull që vetë rrotullohet, në një karusel që vetë rrotullohet, në një park argëtimi që vetë lëviz, në një tren që vetë udhton, në një planet që vetë rrotullohet. Është e komplikuar. Por astronomët kanë mënyrat e tyre për ta menaxhuar këtë kompleksitet. Ata përdorin sistemet e referencës. Një sistem reference është thjesht një piknisje nga e cila matni gjithçka tjetër. Nëse doni të dini sa shpejt po lvizeni në lidhje me dielin, përdorni dielin si sistem reference. Nëse doni të dini sa shpejt po lvizeni në lidhje me qendrën e galaktikës, përdorni qendrën e galaktikës. Dhe nëse doni të dini sa shpejt po lvizeni në lidhje me kuadrin kozmik të pushimit, kuadrin ku universi duket i njëtrajtshëm në të gjitha drejtimet, atëherë përdorni rrezatimin kozmik të sfondit si sistem reference. Rrezatimi kozmik i sfondit është drita më e vjetër në univers, lëshuar 300.000 vjet pas plasjes së madhe. Ai vjen nga të gjitha drejtimet dhe është pothuajse krejtësisht i njëtrajtshëm. Por ka një asimetri të vogël. Në një drejtim, rrezatimi është pak më i nqehtë, në drejtimin e kundërt, pak më i ftohtë. Kjo asimetri është për shkak të lëvizjes sonë në përhapësirë. Ne po lëvizemi drejt rajonit më të nqehtë dhe po largohemi nga rajoni më i ftohtë. Duke matur këtë asimetri, astronomët kanë përcaktuar se ne po lëvizemi me një shpejtësi prej 620 km/s në lidhje me kuadrin kozmik të pushimit. Kjo është shuma totale e të gjitha lëvizjeve tona, duke përfshirë rrotullimin rreth galaktikës dhe tërheqjen drejt atraktorit të madh. Është shpejtësia jon absolute nëpër univers dhe është e mahniqme. 620 km/s. Kjo është 2.272.000 km/h. Më shumë se 1/500 e shpejtësisë së dritës. Le të vendosim këtë në një perspektivë më njerëzore. Imagjinoni se mund të udhtonit me këtë shpejtësi. Do të mund të shkonit nga toka në hënë në vetëm 6 minuta. Do të mund të shkonit nga toka në Mars në distancën më të afërt në vetëm 34 minuta. Do të mund të shkonit nga toka në Pluton, në skajin e sistemit ton diellor, në vetëm 2 ditë e gjysmë. Do të mund të shkonit te ylli më i afërt, Proxima Centauri, në vetëm 2000 vjet. Sigurisht, ju nuk po udhtoni me këtë shpejtësi në mënyrë të pavarur. Ju po qoheni me rrjedhën kozmike, duke u tërhequr nga gravitacioni i strukturave masive. Por megjithatë,
është një shpejtësi e mahnitshme. Dhe pjesa më e çuditshme është se ju nuk e ndjeni fare. Pse nuk e ndjeni? Përgjigja ka të bëjë me relativitetin. Sipas teorisë së relativitetit të Einstein, nuk ka gjë të tillë si lëvizje absolute. Lëvizja është gjithmonë relative. Ju mund të matni lëvizjen tuaj vetëm në lidhje me diçka tjetër. Dhe nëse gjithçka përreth jush po lëviz me të njëjtën shpejtësi, në të njëjtën drejtim, atëherë ju nuk mund ta dalloni lëvizjen. Është si të jeni në një tren që udhëton me shpejtësi konstante. Nëse mbyllni syt dhe treni nuk dridhet, ju nuk mund të thoni nëse po lëvizeni apo jo. Vetëm kur treni përshpejton, ngadalson ose kthen, ju e ndjeni. E njëjta gjë ndodh me lëvizjen tonë në përhapësirë. Toka, dielli, të gjithë planetët, të gjitha yjet në afërsi, të gjitha po lëvizin së bashku. Nuk ka përshpejtim relative, nuk ka dridhje, kështu që nuk ka asgjë për të ndjerë. Por a ka ndonjë mënyrë për ta vëzhguar drejt për drejt këtë lëvizje? A ka ndonjë eksperiment që ju mund të bëni në tokë që do të zbulonte lëvizjen tonë nëpër univers? Përgjigjja është po, por jo në mënyrën që mund të mendoni. Ju nuk mund ta matni lëvizjen duke parë shpejtësinë e rënies së një topi, apo duke matur kohën që një penduj zgjat për të lkundur. Këto eksperimente janë të ndjeshme vetëm ndaj lëvizjeve lokale, jo ndaj lëvizjes kozmike. Por ka një eksperiment që mund të bëjë një dallim. Nëse ju mund të matni zhvendosjen e kuqe të rrezatimit kozmik të sfondit në drejtime të ndryshme me saktësi të mjaftueshme, ju mund të përcaktoni lëvizjen tonë nëpër univers. Dhe kjo është saktësisht ajo që kanë bërë astronomët. Ata kanë përdorur teleskop hapësinor si Kobe, WMAP dhe Planck për të matur rrezatimin kozmik të sfondit me saktësi të pabesueshme. Dhe nga këto matje, ata kanë përcaktuar shpejtësinë dhe drejtimin e lëvizjes sonë. Por le të kthehemi te diçka edhe më thelbësore. Le të flasim për kohën. Ne kemi folur shumë për lëvizjen në përhapësirë, por çfarë për lëvizjen në përkohë? Sipas teorisë së relativitetit të Einstein, hapësira dhe koha nuk janë të ndara, por janë pjesë e një kontinuumi të vetëm të quajtur hapësirë-kohë. Lëvizja në përhapësirë ndikon në rrjedhën e kohës. Dhe gravitacioni, që është forca që po na tërheq drejt atraktorit të madh, gjithashtu ndikon në kohën. Sa më e fortë të jetë gravitacioni, aq më ngadalë kalon koha. Ky efekt quhet zgjerimi kohor gravitacional. Dhe është vërtetuar me eksperimente. Orët atomike në maja të maleve ecin pak më shpejt se orët në nivelin e detit, sepse gravitacioni është pak më i dobët në lartësi. Por si ndikon kjo te ne në kontekstin e lëvizjes son drejt atraktorit të madh? Përgjigjja është se efekti është jashtëzakonisht i vogël. Aq i vogël sa është praktikisht i pazbulueshëm. Por në parim, ndërsa ne po lëvizemi drejt një rajoni me densitet më të lartë gravitacional, koha po ngadalsohet pak për ne në krahasim me rajone të tjera të universit. Diferenca është e papërfillshme, vetëm një pjesë në miliarda trilion. Por në shkallë kozmike, këto efekte të vegjël grumbullohen dhe në fund ato luajnë një rol në evolucionin e universit. Kjo është bukuria e relativitetit. Gjithçka është e lidhur. Hapësira, koha, materia, energjia, gravitacioni, të gjitha ndërveprojnë në mënyra komplekse dhe mahnitëse. Tani imagjinoni se mund të udhëtonit përpara në kohë. Imagjinoni se mund të shikonit universin pas 1 miliard vjetësh, pas 10 miliard vjetësh, pas 100 miliard vjetësh. Si do të dukej? A do të kishim arritur te atraktori i madh? A do të ishim bërë pjesë e një super grumbull edhe më masiv? Apo a do të ishim shkëputur për shkak të zgjerimit të përshpejtuar? Të gjitha këto skenare janë të mundshme, por bazuar në modelet më të mira që kemi, ja çfarë ka të ngjarë të ndodhë. Në 1 miliard vjet, lëvizja jon drejt atraktorit të madh do të vazhdojë, por do të fillojë të ngadalsohet për shkak të energjisë së errët. Në 10 miliard vjet do të jemi shumë më afër, por zgjerimi i universit do të ketë përshpejtuar aq shumë sa do të fillojmë të largohemi. Në 100 miliard vjet, atraktori i madh do të jetë kaluar përtej horizontit kozmik. Ne nuk do të mund ta shohim më. Dhe të gjitha galaktikat e tjera, përveç atyre në grupin ton lokal, do të jenë zhdukur gjithashtu.
Qielli i natës do të jetë i errët, përveç disa galaktikave të afërta që janë të lidhura gravitacionalisht me ne. Universi do të duket shumë i ndryshëm, shumë më i vogël, shumë më i vetmuar. Dhe nëse dikush do të jetonte në atë kohë, ai do të ishte i pafuqishëm për të ditur për supergrumbujt, për atraktorin e madh, për rrjetin kozmik. Ai do të shihte vetëm një grumbull të vogël galaktikash në një oqean të errët të pafundëm. Dhe ai do të mendonte se kjo është gjithë universi. Ky mendim është tronditës. Çfarë nëse ne jemi tashmë në një situatë të tillë? Çfarë nëse ka struktura masive përtej horizontit ton kozmik që ne nuk mund t'i shohim? Dhe kjo na çonte një pyetje filozofike thelbësore. A mund ta dim ndonjëherë gjithçka për universin? A ka një limit për atë që ne mund të zbulojmë? Përgjigjja, sipas fizikës moderne, është po, ka një limit. Horizonti kozmik është limiti absolut i asaj që ne mund të vëzgojmë. Asgjë përtej këtij horizonti nuk mund të na dërgojë informacion, sepse drita nuk ka patur kohë të mjaftueshme për të arritur tek ne. Dhe për shkak të zgjerimit të përshpejtuar, ky horizont po zvoglohet. Galaktikat që ne shohim sot do të zhduken nesër në kuptimin kozmik të QUOTE7. Dhe kjo do të thotë se njohuritë tona për universin ka një datë skadimi. Çdo ditë që kalon, ne humbasim informacion. Çdo ditë që kalon, universi bëhet më i pakuptueshëm. Kjo është një realitet i tmerrshëm dhe i bukur njëkohësisht. Por le të mos e harrojmë se ne jemi këtu tani. Ne jemi duke jetuar në një epokë të artë të kozmologjisë. Ne kemi teleskop që mund të shikojnë miliarda vit dritë larg. Ne kemi instrumente që mund të masin zhvendosjen e kuqe me saktësi të pabesueshme. Ne kemi kompjutera që mund të simulojnë evolucionin e universit nga plasja e madhe deri sot. Ne kemi shkencëtar që janë të përkushtuar për të zbuduar misteret e realitetit, dhe ne po bëjmë përparime të jashtëzakonshme. Çdo vit ne mësojmë diçka të re për universin. Çdo vit ne zbulojmë një mister të ri, dhe çdo vit ne afrohemi pak më shumë në të kuptuarit e vendit ton në këtë kosmos të pafundëm. A nuk është kjo e mrekullueshme? A nuk është kjo një arsye për të festuar? Le të mendojmë për një moment për rrugtimin që kemi bërë si specie. Para 100.000 vjetësh, të parët tanë ishin duke jetuar në shpella, duke gjuajtur dhe mbledhur ushqim. Ata shikuan qiellin e natës dhe panyje, por nuk e dinin se çfarë ishin. Ata ndoshta menduan se yjet ishin vrima në kupën qiellore ku hyjnia banoi. Para 5.000 vjetësh, ne filluam të ndërtojmë qytetërime. Ne treguam kalendare për të gjurmuar lëvizjet e diellit dhe hënës. Ne bëm matematik dhe astronomi, por ende mendonim se toka ishte qendra e gjithçkaje. Para 500 vjetësh, Kopernik na tregoi se ne rrotullohemi rreth diellit. Galileu na tregoi se planetet e tjerë janë bota si toka. Ne filluam të kuptojmë se ne nuk jemi qendra e universit. Para 100 vjetësh, ne zbuluam se rruga e qumështit është vetëm një galaktik midis miliardave. Ne zbuluam se universi po zgjerohet. Ne zbuluam plasjen e madhe. Para 50 vjetësh, ne zbulëm rrezatimin kozmik të sfondit, dritën më të vjetër në univers. Ne fillojmë të hartojmë strukturat e mëdha të universit. Para 10 vjetësh, ne zbuluam supergrumbullin Laniakea dhe përditësuam kuptimin ton për vendin ton në kosmos. Dhe tani, ne po eksplorojmë atraktorin e madh, forcën e padukshme që po na tërheq në përhapësirë. Çdo hap në këtë rrugtim na ka bërë më të vegjël në shkallën kozmike, por gjithashtu na ka bërë më të mëdhenj në kuptim. Na ka dhënë një perspektivë që asnjë tjetër specie në tokë nuk e ka. Na ka dhënë aftësinë për të parë përtej vetes, për të kuptuar vendin ton në univers. Dhe ja pyetja që duhet të bëjmë. Çfarë do të bëjmë me këtë njohuri? Si do të ndikojë në jetën ton, në qytetërimin ton, në të ardhmen ton? Disa njerëz mund të thonë se kjo nuk ka rëndësi. Se çfarë rëndësie ka nëse po lëvizemi drejt atraktorit të madh apo jo? Se çfarë rëndësie ka nëse universi do të vdes pas trilion vjetësh? Ne kemi probleme këtu dhe tani, në tokë. Urie, varfëri, luftra, ndryshime klimatike.
A nuk duhet të përqendrohemi në këto, në vend që të shikojmë yjet? Por unë mendoj se kjo është një pikpamje e gabuar. Unë mendoj se eksplorimi i universit dhe zgjidhja e problemeve në tokë nuk janë në kundërshtim. Ato janë të lidhura. Teknologjia që zhvillojmë për të eksploruar hapësirën na ndihmon gjithashtu në tokë. Satelitët që ne vendosim në orbit na ndihmojnë të parashikojmë motin, të menaçojmë burimet, të komunikojmë. Por ka diçka më të thellë. Eksplorimi i universit na jep perspektivë. Na kujton se ne jemi të vegjël, por gjithashtu të jashtëzakonshëm. Na kujton se problemet tona, për sa të mëdha që duken, janë të zgjidhshme. Kur shikoni universin në shkallën e atraktorit të madh, kur shikoni miliarda vjet në të shkuarën dhe miliarda vjet në të ardhmen, problemet tona të përditshme duken të ndryshme, jo të parëndësishme, por të menaxhueshme. Kjo perspektivë kozmike mund të na ndihmojë të bashkëpunojmë, të kapërcejmë ndarjat tona të vogla, të punojmë së bashku për një të ardhme më të mirë. Sepse në fund, ne të gjithë jemi pasagjerë në të njëjtën anije hapësinore, duke u tërhequr në përhapësirë drejt një destinacioni që askush nuk e di. A nuk na bashkon kjo? A nuk na bën të gjithë bashkëudhëtar në këtë udhëtim kozmik? Tani le të kthehemi te shkenca për një moment. Le të flasim për një aspekt tjetër magjepsës televizjes son drejt atraktorit të madh. Le të flasim për rrjedhën e kohës kozmike. Ne e përmendëm se koha dhe hapësira janë të lidhura në kontinuumin hapësirë-kohë. Por çfarë do të thotë kjo praktikisht? Do të thotë se kur ne po flasim për lëvizjen tonë në për hapësirë, ne gjithashtu po flasim për lëvizjen tonë në për kohë. Dhe kjo lëvizje ka një drejtim. Ne po shkojmë nga e kaluara drejt së ardhmes. Ne nuk mund të kthehemi mbrapa. Ne nuk mund të ndalojmë. Ne mund të vazhdojmë vetëm përpara. Kjo shigjeta e kohës është një nga fenomenet më misterioze të fizikës. Pse koha ka një drejtim? Pse ne kujtojmë të kaluarën, por jo të ardhmen? Përgjigja ka të bëjë me entropinë, me çrregullimin e universit. Sipas ligjit të dytë të termodinamikës, entropia gjithmonë rritet. Çrregullimi gjithmonë rritet. Dhe kjo rritje e çrregullimit përcakton shigjatën e kohës. Në fillim, në plasjen e madhe, universi ishte në një gjendje të organizuar jashtëzakonisht të lartë. E gjithë materia dhe energjia ishin të përqendruara në një pikë të vogël. Por që atëherë, universi është duke u zgjeruar, duke u ftohur dhe duke u bërë gjithnjë më i çrregullt. Dhe ky proces do të vazhdojë derisa të arrihet maksimumi i çrregullimit, vdekja termike. Atëherë, nuk do të ketë më shigjatë kohe. Nuk do të ketë më ndryshim. Nuk do të ketë më jetë. Vetëm një oqean i ftohtë, i qetë, i palvishëm. Por ne jemi larg nga ajo, shumë larg. Ne jemi në mes të procesit, në një kohë kur universi është ende mjaft i organizuar për të lejuar yje, planete dhe jetë. Dhe ndërsa ne po lëvizemi drejt atraktorit të madh, ne gjithashtu po lëvizemi përgjatë shigjatës së kohës. Çdo sekond që kalon, ne jemi një sekond më afër të ardhmes, një sekond më larg nga plasia e madhe. Çdo sekond që kalon, universi bëhet pak më i çrregullt, pak më i ftohtë, pak më i zgjeruar. Dhe kjo është mënyra se si funksionon universi. Kjo është arsyeja pse ne ekzistojmë, sepse nëse universi do të ishte në ekuilibër, nëse entropia do të ishte në maksimum, nuk do të kishte asnjë burim energjie për të mbështetur jetën. Nuk do të kishte asnjë ndryshim, nuk do të kishte asgjë interesante. Por ne jemi këtu, në një periudhë të veçantë të historisë kozmike. Kur gjërat po ndodhin, kur yjet po lindin dhe po vdesin, kur galaktikat po përplasen, kur struktura po formohen, kur jeta po evoluon. Le të mendojmë për këtë në kontekstin e lëvizjes son drejt atraktorit të madh. Ne po lëvizemi drejt një rajoni me densitet më të lartë, një rajon ku gravitacioni është më i fortë, ku galaktikat janë më afër njëra tjetrës. Kjo do të thotë se aktiviteti atje është më i lartë, ka më shumë përplasje galaktikash, ka më shumë formim yjesh, ka më shumë supernova. Është një vend më dinamik, më energjik, më interesant se zona ku jemi ne tani. Por kjo gjithashtu do thotë se është një vend më i rrezikshëm. Në një rajon të dendur, shanset për një ngjarje katastrofike rriten.
Një supernova e afërt mund të shkatërrojë shtresën e ozonit të një planeti dhe të vrasë të gjithë jetën. Një rrezatim gama mund të godasë një sistem diellor dhe ta sterilizojë atë. Një përplasje galaktikash mund të hedhë sisteme diellore jashtë orbites dhe t'i dërgojë ato në hapësirën intergalaktike. Por këto janë skenare ekstreme dhe shanset që diçka e tillë të ndodhë në miliona ose miliarda vjet e ardhshme janë jashtëzakonisht të vogla. Por megjithatë, është diçka për të menduar. Ndërsa ne po lvizemi drejt atraktorit të madh, ne po lvizemi drejt një rajoni që është më i pasur në ngjarje, por gjithashtu më i rrezikshëm. Dhe kjo ngre një pyetje interesante. A ka rajone të tjera të universit që janë më të sigurt për jetën? A ka rajone që janë më të qeta, ku galaktikat janë më të shpërndara dhe ngjarjet katastrofike janë më të rralla? Dhe nëse po, a duhet ne të përpiqemi të shpërngulemi atje në të ardhmen e largët? Këto janë pyetje spekuluese, patjetër, por ato janë gjithashtu pyetje që qytetërimi ynë mund të përballet nëse mbijetojmë mjaft gjatë. Imagjinoni për një moment se ne, si specie, mbijetojmë për miliona vjet. Imagjinoni se ne zhvillojmë teknologjinë për të udhëtuar ndërmjet yjeve, ndërmjet galaktikave. Imagjinoni se ne bëhemi një qytetërim intergalaktik, me koloni në qindra ose mijëra galaktika. Si do ta perceptonim atëherë lëvizjen tonë drejt atraktorit të madh? A do të përpiqeshim ta frenojmë? A do të përpiqeshim të shfrytëzojmë energjinë e saj? A do të ndërtonim struktura masive për të shfrytëzuar rrjedhjen gravitacionale? Këto janë pyetje që tingëllojnë si shkencore fantastike, por ato janë gjithashtu pyetje që fizika nuk i përjashton. Nëse ne mbijetojmë mjaft gjatë, nëse ne bëhemi mjaft të avancuar, çdo gjë është e mundur. Por le të jemi realist. Shanset që ne si specie të mbijetojmë miliona vjet janë të vogla. Shumica e specieve në tokë jetojnë vetëm për disa miliona vjet përpara se të zhduken. Dhe njerëzit modern, Homo sapiens, kanë qenë këtu vetëm për 230.000 vjet. Ne jemi një specie e re në shkallën e kohës evolucionare, dhe ne tashmë po përballemi me sfida ekzistenciale. Ndryshimet klimatike, luftrat bërthamore, inteligjenca artificiale, këto janë të gjitha rreziqe që mund të na shkatërrojnë përpara se të kemi shansin të eksplorojmë yjet. Por kjo është pikërisht arsyeja pse perspektiva kozmike është e rëndësishme. Kur e shikoni gjithë historinë e universit, nga plasia e madhe deri te vdekja termike, jeta juaj individuale është një qast i shkurtër. Por ky qast ka rëndësi. Zgjedhjet që ju bëni kanë rëndësi. Mënyra se si trajtoni planetin tuaj, si trajtoni njëri tjetrin, si planifikoni të ardhmen, të gjitha kanë rëndësi. Sepse nëse ne dëshirojmë të mbijetojmë, nëse dëshirojmë të shohim çfarë ndodh kur arrit atraktori i madh, nëse dëshirojmë të eksplorojmë yjet dhe të zbulojmë misteret e universit, ne duhet të punojmë së bashku. Ne duhet të kapërcejmë ndarjet tona të vogla, nacionalizmin, racat, fet, politikën. Ne duhet të shohim veten si një specie e vetme, një qytetërim i vetëm në një planet të vetëm, duke u tërhequr në përhapësirë në një udhtim që nuk e kemi zgjedhur, por që mund ta formësojmë. Çfarë mendoni? A mund ta bëjmë këtë? A mund të bashkohemi si specie dhe të sigurojmë një të ardhme që shtrihet përtej tokës, përtej sistemit ton diellor, përtej rrugës së qumështit? Apo a do të shkatërrohemi përpara se të kemi shansin? Le të kthehemi tani te një aspekt tjetër shkencore fascinues. Le të flasim për matjen e distancave në univers. Si e din astronomët se atraktori i madh është saktësisht 250 milion vit dritë larg? Si mund të masim distanca kaq të mëdha? Përgjigja është një zinxhir kompleks metodash që astronomët e quajnë shkallën e distancave kozmike. Për objektet e afërta, ne mund të përdorim paralaksën, ndryshimin e dukshëm në pozicionin e një ylli kur e vëzhgojmë nga dy pika të ndryshme në orbitën e tokës rreth diellit. Kjo metodë funksionon deri në disa qindra vite dritë. Për distanca më të gjata, ne përdorim yje të veçantë që quhen sefeidë.
yje të ndryshueshëm që pulsojnë me një periudhë që lidhet me shkëlqimin e tyre. Duke matur periudhën, ne mund të përcaktojmë shkëlqimin absolut. Duke krahasuar shkëlqimin absolut me shkëlqimin e dukshëm, ne mund të llogarisim distancën. Por sefeidët funksionojnë vetëm deri në rreth 100 milion vite dritë. Për distanca edhe më të gjata, ne përdorim supernova të tipit Ia, shpërthime të yjeve që kanë një shkëlqim maksimal pothuajse konstant. Duke matur shkëlqimin e tyre të dukshëm, ne mund të përcaktojmë distancën. Dhe për distancat më të mëdha, ne përdorim zhvendosjen e kuqe dhe ligjin e Hubble, që na tregon se shpejtësia me të cilën një galaktik po largohet është proporcionale me distancën e saj. Secila prej këtyre metodave ka pasiguritë e saj, dhe kur i kombinojmë, pasiguria grumbullohet. Kështu që kur themi se atraktori i madh është 250 milion vit dritë larg, kjo është një vlerësim me një pasiguri prej ndoshta 20 deri në 30 milion vit dritë. Është sakt në përgjithësi, por jo me saktësi absolute, dhe kjo na kujton se shkenca nuk është kurrë perfekte. Shkenca është gjithmonë një parafrim, një përpjekje për të kuptuar realitetin me mjetet që kemi. Por çdo vit, mjetet tona përmirësohen. Teleskopët bëhen më të fuqishëm, instrumentet bëhen më të saktë, modelet bëhen më të sofistikuara, dhe kuptimi ynë për universin thellohet. Por kurrë nuk do të kemi një njohuri perfekte, kurrë nuk do të kemi një hartë të plot të universit. Do të ketë gjithmonë enigma. Do të ketë gjithmonë pyetje të hapura. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca është kaq emocionuese. Nuk ka një pikë ku ne themi se kemi mbaruar, se e dim gjithçka. Gjithmonë ka më shumë për të zbuluar. Gjithmonë ka më shumë për të eksploruar. Gjithmonë ka më shumë për të kuptuar. Tani le të flasim për një koncept që është thelbësor për të kuptuar universin në shkallë të madhe. Le të flasim për principin kozmologjik. Ky princip thotë se universi, ku shikohet në shkallë mjaft të madhe, është i njëtrajtshëm dhe izotropik. Kjo do të thotë se çdo rajon i universit duket i ngjashëm me çdo rajon tjetër, dhe se nuk ka asnjë drejtim të veçantë. Është si sipërfaqja e një oqeani. Nga afër ka valë dhe dallgë, por nga larg duket i sheshtë dhe i njëtrajtshëm. Principi kozmologjik është një supozim themelor në kozmologji moderne, dhe ai është mbështetur nga vëzhgimet. Kur e shikojmë rrezatimin kozmik të sfondit, ai është pothuajse krejtësisht i njëtrajtshëm në të gjitha drejtimet. Ka fluturime të vogla, vetëm një pjesë në 100.000, por në përgjithësi është uniform. Por ja problemi, atraktori i madh duket se e shkel këtë princip. Ai tregon se ka një drejtim të veçantë në univers, drejtimi drejt së cilit po tërhiqemi. Ai tregon se ka një rajon me densitet më të lartë, një strukturë masive që ndikon në lëvizjet e mira galaktikave. Si pajtojmë këtë me principin kozmologjik? Përgjigja është se principi kozmologjik zbatohet vetëm në shkallë shumë të madhe, shkalla e qindra milionave ose miliardave vit dritë. Në shkalla më të vogla ka struktura, ka çrregullime, ka supergrumbuj, ka atraktor të mëdhenj, ka vende bosh. Por kur e mesatarizoni gjithçka në një shkallë mjaft të madhe, këto struktura zhduken dhe universi duket uniform. Është si të shikoni një fotografi nga larg. Nga afër shikoni piksele individuale, por nga larg shikoni imazhin e plot. Kështu që atraktori i madh nuk e kundërshton principin kozmologjik. Ai thjesht na tregon se universi ka struktura në shkallë të ndërmjetme, dhe këto struktura janë rezultati i flukturimeve të vogla të densitetit që ekzistonin në plasjen e madhe, të amplifikuara nga gravitacioni gjatë miliardave vjetëve. Kjo është një histori e mahnitshme, një flukturim i vogël, një pjesë në 100.000 në disa miliarda vjet është rritur në një strukturë masive që përmban dhjetra mijëra galaktika. Gravitacioni është një forcë ngadalshme, por e pandalshme. Ajo punon gjithmonë, duke tërhequr masën drejt masës, duke krijuar struktura gjithnjë më të mëdha. Dhe ne jemi duke jetuar në mes të këtij procesi, duke u tërhequr drejt një nga këto struktura. Por çfarë do thotë kjo për natyrën e universit? A do thotë se universi është kaotik, i çrregulluar, i rastësishëm?
Apo a ka një rregull, një model, një logjik? Unë mendoj se përgjigjja është të dyja. Universi është kaotik në detaje, por i rregulluar në përgjithësi. Ka rastësi, por ka edhe ligje. Ka pasiguri kuantike, por ka edhe përcaktueshmëri relativiste. Ka entropi në rritje, por ka edhe organizim lokal. Është një ekuilibër i bukur midis rregullit dhe kaosit, midis parashikueshmërisë dhe surprizës. Dhe kjo është arsyeja pse universi është kaq interesant. Nëse do t'ishte krejtësisht i parashikueshëm, do t'ishte i mërzitshëm. Nëse do t'ishte krejtësisht kaotik, do t'ishte i pakuptueshëm. Por ai është në mes, mjaft i rregull për të kuptuar, por mjaft kompleks për të qenë fascinues. Le të flasim tani për një pyetje që ndoshta po e bëni që nga fillimi. Nëse po lvizemi me 2.200.000 km/h, pse nuk e kemi vënë re më parë? Pse u desh të pritnim deri në vitet 80 për ta zbuluar? Përgjigjja është se për ta zbuluar këtë lvizje, na duheshin matje shumë të sakta të shpejtësive të galaktikave të largëta. Dhe këto matje bën të mundur vetëm me zhvillimin e instrumentave të sofistikuara dhe teknikave të avancuara. Në vitet 50 dhe 60, astronomët filluan të masin zhvendosjet e kuqe të galaktikave dhe të zbulojnë se universi po zgjerohet. Por ata supozuan se ky zgjerim ishte i njëtrajtshëm në të gjitha drejtimet. U deshën dekada të tjera për të grumbulluar mjaft të vëna për të zbuluar derivën sistematike që tregonte tërheqjen drejt atraktorit të madh. Dhe edhe pas zbulimit, u deshën vite të tjera për ta pranuar rezultatin. Shumë astronom ishin skeptik. Ata mendonin se mund të ishte një gabim në matje, një anomali statistikore. Por ndërsa u grumbulluan më shumë të dhëna nga teleskop të ndryshëm, provat u bën të pamohueshme. Në vitin 1995, astronomët publikuan hartën e parë të hollësishme të rrjedhave gravitacionale në rajonin tonë të universit. Kjo hartë tregoi qartë se qindra galaktika po tërhiqeshin drejt atraktorit të madh. Dhe kjo hartë u konfirmua nga studime të pavarura. Sot nuk ka dyshim se atraktori i madh ekziston dhe se ne po tërhiqemi drejt tij. Por detajet, masa e saktë, struktura e brendshme, shkaku i saktë i tërheqjes, këto mbeten të diskutueshme. Le të flasim tani për një tjetër zbulim që e ka ndryshuar kuptimin ton për lëvizjen ton nëpër univers. Në vitin 2013, astronomët R. Brent Tully dhe kolegët e tij në Universitetin e Hawaii publikuan një studim që përcaktoi kufijt e supergrumbullit ton. Ata e quajtën atë Laniakea, që në gjuhën havajane do të thotë QUOTE8. Kjo ishte një zbulim monumentale. Për herë të parë, ne kishim një hartë të plot të QUOTE9 son kozmike. Laniakea përmban mbi 100.000 galaktika dhe shtrihet në 500 milion vit dritë. Dhe atraktori i madh është qendra gravitacionale e kësaj strukture. Rruga e qumështit ndodhet në skajin e Laniakea në një rajon që quhet grumbulli lokal. Dhe ne, së bashku me të gjitha galaktikat e tjera në Laniakea, po rrëshqasim përgjatë rrjedhave gravitacionale drejt qendrës. Por edhe kjo nuk është fundi i historisë. Tully dhe ekipi i tij gjithashtu zbuluan se Laniakea vet është duke u tërhequr drejt diçkaje edhe më të madhe. Ata identifikuan një rajon të quajtur Basin Shapley, një supergrumbull masiv që ndodhet përtej Laniakea, dhe përtej tij ka struktura edhe më të mëdha. Një hierarki e strukturave që shtrihet në shkallën më të madhe të universit të dukshëm. Kjo na tregon se lëvizja jonë nëpër univers nuk është e thjeshtë. Nuk është thjesht një tërheqje lineare drejt një pike. Është një rrjedhë komplekse nëpër një peizazh gravitacional të përbërë nga kodra dhe lugjina, pika tërheqëse dhe pika shtytse. Dhe ne jemi duke lundruarit nëpër këtë peizazh, të udhëhequr nga forca e gravitacionit që formëson gjithçka. Apo filloni të shihni modelin këtu? Apo filloni të kuptoni se si gjithçka është e lidhur, nga atomi më i vogël në trupin tuaj deri te supergrumbujt më të mëdhenj në univers, gjithçka është pjesë e një rrjeti të vetëm ndërlidhës. Gravitacioni lidh çdo gjë me çdo gjë tjetër. Ju jeni të lidhur me tokën, toka është e lidhur me diellin, dielli është i lidhur me galaktikën,
Galaktika është e lidhur me supergrumbullin dhe supergrumbull është i lidhur me universin. Nuk ka asgjë të izoluar, nuk ka asgjë të pavarur. Gjithçka ndikon në gjithçka tjetër. Ky është mesazhi i thellë i kozmologjisë moderne. Ne nuk jemi të ndarë nga universi, ne jemi pjesë e tij. Ne jemi universi. Çdo atom në trupin tuaj ka qenë pjesë e këtij rrjeti kozmik për miliarda vjet dhe do të vazhdojë të jetë pjesë e tij për miliarda vjet në të ardhmen. Imagjinoni për një moment se mund të shikonit këtë rrjet në të gjithë madhështinë e tij. Imagjinoni se mund të shikonit linjat gravitacionale që lidhin çdo galaktik me çdo galaktik tjetër. Imagjinoni se mund të shikonit rrjedhjen e kohës kozmike, shigjatën që çon nga plasja e madhe drejt vdekjes termike. Imagjinoni se mund të shikonit të gjithë universin në një vështrim të vetëm. Si do të ndjeheshit? A do të ndjeheshit të vegjël dhe të humbur? Apo a do të ndjeheshit të lidhur dhe të plot? Unë mendoj se do të ndjeheshit të dyja. Do të shihit veten si një pikë e vogël në një oqean të pafundëm. Por gjithashtu, do të shihit se ajo pikë është pjesë e diçkaje të jashtëzakonshme, e madhe dhe të bukur. Dhe kjo është ajo që shkenca na ofron. Një mënyrë për ta parë veten dhe vendin tonë në univers me sytë së vërtetës, pa iluzione, pa fantazi, por edhe pa dëshpërim. Sepse e vërteta është se ne jemi të vegjël, por jo të parëndësishëm. Ne jemi të përkohshëm, por jo pa kuptim. Ne jemi pjesë e një historie që është më e madhe se ne. Por ne jemi pjesë e saj. Tani, le të bëjmë diçka të pazakontë. Le të përpiqemi të imagjinojmë historinë e atraktorit të madh vet. Si u krijua kjo strukturë masive? Çfarë ishte atje në fillim? Historia fillon 13,8 miliard vjet më parë, në momentin e plasjes së madhe. Në atë moment, i gjithë universi ishte i koncentruar në një pikë infinitezimale me densitet dhe temperaturë të paimagjinueshme. Dhe pastaj, në një fraksion të sekondës, ai u zgjua në ekzistencë. Hapësira vet filloi të zgjerohet me një shpejtësi që tejkalonte shpejtësinë e dritës. Kjo fazë quhet inflacion kozmik. Në vetëm një pjesë shumë të vogël të sekondës, universi u rrit nga diçka më e vogël se një atom në diçka më të madhe se një galaktik. Kjo zgjerim i shpejt zgjoi flukturimet kuantike në shkallë makroskopike. Këto flukturime ishin jashtëzakonisht të vogla, vetëm një pjesë në 100.000, por ato ishin farat e të gjitha strukturave që do të vinin më vonë. Në disa zona, densiteti ishte pak më i lartë, në të tjera pak më i ulët. Dhe ndërsa universi vazhdoi të zgjerohet dhe të ftohet, këto zona më të densa filluan të tërhiqnin materie përreth tyre. Gravitacioni filloi punën e tij të ngadalshme, por të pandallshme. Me kalimin e milionave dhe miliardave vjetëve, këto zona u rritën. U formuan yjet e parë, pastaj galaktikat e para, pastaj grumbujt e parë të galaktikave dhe përfundimisht supergrumbujt. Atraktori i madh është një nga këto supergrumbuj, një nga strukturat më masive që u formuan nga flukturimet e vogla në plasjen e madhe. Është një monument i gravitacionit, një dëshmi e forcës që formson universin. Por le të mendojmë për këtë në një mënyrë më personale. Atomi i karbonit në trupin tuaj ka një histori të gjatë. Ai u krijua në bërthamën e një yli, miliarda vjet më parë. Atje, në presion dhe temperaturë të jashtëzakonshme, atomet e hidrogjenit u bashkuan për të formuar helium. Dhe pastaj heliumet u bashkuan për të formuar karbon. Kur illi shpërtheu si supernova, atomi i karbonit u hodh në hapësirë. Ai lundërzoi për miliona vjet në përhapësirën intergalaktike. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, ai ishte duke u tërhequr, ngadalë por vazhdimisht drejt atraktorit të madh. Përfundimisht, ai u kap nga tërheqja gravitacionale e një re gazi që po kolapsohej për të formuar një yll të ri. Ai ylli ishte dielli. Dhe atomi i karbonit u bë pjesë e një planeti që orbitonte rreth atij ylli. Ai planet ishte Toka. Miliarda vjet më vonë, atomi i karbonit u kap nga një organizm të gjallë. Ai u bë pjesë e një qelize.
pastaj një tjetër. Ai kaloi nëpër mijëra organizma të ndryshëm, nga bakteret e para deri te njerëzit modern. Dhe tani ai është në trupin tuaj. Duke lecuar këto fjalë, duke menduar për universin, ky atom ka kaluar një rrugtim të pabesueshëm. Dhe gjatë gjithë këtij rrugtimi, ai ka qenë duke u lëvizur, së bashku me miliarda atome të tjerë, drejt atraktorit të madh. Historia juaj personale është e thurur me historinë kozmike. Ju nuk jeni të ndarë nga universi. Ju jeni universi, që po përjeton vetveten. A ndryshon kjo mënyrën se si e shikoni jetën tuaj? A ju bën të ndjeni më të lidhur me gjithçka përreth jush? Le të kthehemi te diçka më shkencore. Le të flasim për të ardhmen e shkencës së atraktorit të madh. Çfarë mund të mësojmë në dekadat e ardhshme? Një prej sfidave më të mëdha është se ne nuk mund ta shohim drejt për drejt pjesën më të rëndësishme të atraktorit, sepse ndodhet pas zonës së shmangjës. Por ka projekte të reja që shpresojnë ta kapërcejnë këtë problem. Një prej tyre është përdorimi i astronomisë me rreze X dhe gamma. Këto rreze mund të depërtojnë nëpër pluhurin dhe gazin e rrugës së qumashtit më mirë se drita e dukshme. Teleskopët si Chandra dhe NuStar tashmë kanë dhënë kontribute të rëndësishme, dhe teleskop të ardhshëm si Athena, që pritet të lëshohet në fund të kësaj dekade, do të jenë edhe më të fuqishëm. Një tjetër qasje është përdorimi i valve gravitacionale. Këto janë valë në vetë strukturën e hapësirë-kohës, krijuar nga ngjarje të dhunshme si përtlasjet e vrimave të zeza ose yjeve neutron. Në vitin 2016, observatorët LIGO dhe Virgo zbuluan valët e para gravitacionale, duke konfirmuar një parashikim të teorisë së relativitetit të Einstein. Ky zbulim i solli çmimin Nobel për fizik në vitin 2017 për Rainer Weiss, Barry Barish dhe Kip Thorne. Tani, shkencëtarët po planifikojnë observator edhe më të ndjeshëm si LISA, një teleskop hapësinor për valë gravitacionale që do të mund të zbulojë ngjarje masive në distanca kozmike. Këto instrumente mund të na japin një pamje të re të atraktorit të madh, një pamje që nuk mbështetet në dritë, por në valët që përshkojnë vetë strukturën e realitetit. Ka edhe një qasje tjetër, më spekuluese, por gjithashtu fascinuese. Disa shkencëtar po eksplorojnë idenë se ne mund të përdorim materien e errët drejt për drejt për të hartuar strukturën e atraktorit të madh. Nëse ne mund të zbulojmë grincën që përbën materien e errët, nëse mund të ndërtojmë detektor që mund t'i kapin këto grinca, atëherë ne mund të krijojmë një hartë të materisë së errët në rajonin ton të universit. Kjo hartë do të tregonte strukturën e vërtet të atraktorit pas një pengim nga pluhuri ose gazi. Do të ishte si të shikonit kockën e një trupi në vend të vetëm lëkurës. Do të ishte një revolucion në kozmologji. Por kjo mbetet ende një shpresë e largët. Ne ende nuk e dim çfarë është materia e errët. As nuk kemi zbuluar asnjë grimcë të saj. Por ndërsa po flasim për teknologji të ardhshme, le të flasim për diçka edhe më ambicioze. Çfarë nëse ne, në një të ardhme të largët, mund të udhëtonim fizikisht drejt atraktorit të madh? Çfarë nëse qytetërimi ynë mbijeton aq gjatë dhe zhvillohet aq shumë sa ne bëhemi një specie intergalaktike? Kjo mund të t'ingëllojë si shkencë fantastike, por fizika nuk e përjashton. Nëse ne mund të zhvillojmë teknologji për të udhëtuar afër shpejtësisë së dritës, atëherë udhëtimi drejt atraktorit të madh do të ishte i mundur, së paku në parim. Do të duheshin miliona vjet, por me dilatacionin e kohës relativiste, udhëtarët nuk do ta ndjenin kalimin e gjithë asaj kohe. Për ta, udhëtimi mund të zgjaste vetëm disa dekada. Sigurisht, kjo kërkon energji të jashtëzakonshme dhe teknologji që ne as nuk mund ta imagjinojmë aktualisht. Por a është e pamundur? Jo, nuk është. Dhe nëse ne do të arrijë atraktori i madh, çfarë do të gjenim atje? A do të kishte jetë? A do të kishte qytetërime të tjera që tashmë jetojnë në atë rajon të dendur të universit? Këto janë pyetje pa përgjigje, por ato janë gjithashtu pyetje që bëjnë eksplorim hapësinor kaq emocionues. Mundësia që dikush tjetër është atje, duke na pritur, është një mendim që e ndez imagjinatën. Dhe edhe nëse nuk ka askush tjetër, edhe nëse ne jemi të vetmit,
udhëtimi vet do t'ishte me vlerë, sepse çdo hap që ne marrim jashtë tokës, çdo sistem diellor që eksplorojmë, çdo galaktik që vizitojmë, na jep një kuptim më të thellë të vendit tonë në univers. Na jep një perspektivë që asnjë qytetërim nuk e ka pasur më parë. Por le të kthehemi te realiteti i tanishëm. Le të flasim për çfarë ne mund të bëjmë tani me teknologjinë që kemi. Një nga projektet më ambicioze është teleskopi hapësinor James Webb, i lëshuar në vitin 2021. Ky teleskop është dizajnuar për të vëzhguar universin në infra të kuqe, duke i lejuar të shohë nëpër pluhurin dhe gazin që blokon dritën e dukshme. Ai tashmë ka dhënë imaze të mahniqme të galaktikave të largëta dhe formimit të yjeve, dhe në vitet e ardhshme ai do të përdoret për të studiuar strukturat e mëdha të universit, duke përfshirë atraktorin e madh. Shkencëtarët shpresojnë se James Webb do të zbulojë detaje të reja për natyrën e kësaj strukture masive. Do të zbulojë sa vjetër janë galaktikat atje, do të zbulojë sa shpejt po formohen yjet e rinj, do të zbulojë nëse ka diçka të pazakontë në kimizmin apo fizikën e atij rajoni. Ka edhe një projekt tjetër që premton të revolucionojë kuptimin ton për universin. Ky projekt quhet Square Kilometer Array ose SKA, një teleskop radioastronomik gjigant që po ndërtohet në Afrikën e Jugut dhe Australi. Kur përfundon, do të jetë teleskopi më i madh dhe më i ndjeshëm në botë. Ai do të mund të zbulojë sinjale radio nga galaktikat më të largëta, të hartojë shpërndarjen e hidrogjenit në univers dhe të studiojë magnetizmin kozmik. Dhe një nga qëllimet kryesore të SKA është të hartojë strukturën e madhe të universit me një saktësi që nuk ka qenë e mundur më parë. Kjo harte do të përfshijë atraktorin e madh dhe do të na jap një pamje të detajuar të rrjedhave gravitacionale në rajonin ton. Do të jetë si të shikoni gjaku që rrjedh nëpër damarët e universit, duke zbuluar strukturën e brendshme të këtij organizmi kozmik. Por edhe me të gjitha këto teknologji të reja, do të ketë gjithmonë enigma. Do të ketë gjithmonë pyetje pa përgjigje. Dhe kjo është pjesa e bukur. Shkenca nuk është një libër me të gjitha përgjigjet. Shkenca është një udhëtim i pafund i zbulimit. Sa më shumë mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa shumë nuk dimë. Dhe kjo është arsyeja pse shkencëtarët janë të motivuar, sepse ata dinë se gjithmonë do të ketë diçka të re për të zbuluar. Gjithmonë do të ketë një enigmë tjetër për të zgjidhur. Gjithmonë do të ketë një horizont të ri për të arritur. Dhe kjo është gjithashtu arsyeja pse ju, duke lexuar këto fjalë, duhet të ndjeni entuziazëm, sepse ju jeni duke jetuar në një kohë kur këto zbulime po ndodhin. Ju jeni duke jetuar në një kohë kur ne po mësojmë gjëra për universin që asnjë njeri nuk i ka ditur më parë. Tani le të flasim për një aspekt që zakonisht nuk diskutohet në dokumentar shkencor. Le të flasim për emocionet që shkencëtarët ndjejnë kur bëjnë këto zbulime. Kur Alan Dressler dhe ekipi i tij zbuluan atraktorin e madh në vitet 80, ata nuk ndjen vetëm kënaqësi intelektuale. Ata ndjen gjithashtu një lloj habitjeje dhe mahnitjeje. Ata kuptuan se kishin zbuluar diçka thelbësore për natyrën e universit, diçka që ndryshoi mënyrën se si ne e shohim vendin ton në kosmos. Kjo ndjenjë e zbulimit, kjo ndjenjë të qenit i pari që di diçka të re për realitetin, është një nga përvojat më të thella që një njeri mund të ketë. Është një ndjenjë që shkencëtarët e përshkruajnë si magjepse, si transformuese. Dhe kjo ndjenjë nuk është e rezervuar vetëm për shkencëtarët. Ju gjithashtu mund ta përjetoni në mënyrën tuaj. Kur ju lexoni për një zbulim të ri, kur ju kuptoni një koncept kompleks, kur ju shihni një imazh të mahnitshëm nga një teleskop hapësinor, ju jeni duke marrë pjesë në këtë udhëtim të zbulimit. Ju jeni duke zgjeruar ndërgjegjen tuaj, duke parë më larg se më parë. Dhe kjo është një nga përvojat më të vlefshme që jeta mund të ofrojë. Sepse në fund, çfarë ka më kuptim plot se sa të kuptosh vendin tënd në univers? Çfarë ka më emocionuese se sa të zbulosh se si funksionon realiteti? Çfarë ka më bukur se sa të shohësh lidhjen midis vetvetes dhe kosmosit? Le të bëjmë një ushtrim mendor tjetër.
Le të imagjinojmë se ne kompresojmë të gjithë historinë e universit në një vit kalendarik. Plasia e madhe ndodh në mesnatin e parë janarit. Yjet e parë formohen në fund të janarit. Rruga e qumështit formohet në mes të majit. Sistemi ynë diellor formohet në fillim të shtatorit. Jeta në tokë fillon në mes të shtatorit. Dinosaurët dalin në prill dhe zhduken në mes të dhjetorit. Njerëzit modern shfaqen në orët e fundit të 31 dhjetorit. E gjithë historia e shkruar e njerëzimit, nga piramida e Egjiptit deri te raketa që shkojnë në hën, ndodh në minutat e fundit të vitit. Dhe zbulimi i atraktorit të madh ndodh në sekondën e fundit, pikrisht përpara se ora të bëj mesnatin. Kjo perspektiv na tregon se sa të ri jemi si specie, sa të ri është zbulimi ynë shkencor, sa shumë ende ka për të mësuar. Por gjithashtu na tregon se sa shpejt kemi avancuar. Në vetëm disa dekada ne kemi kaluar nga të mosditur për ekzistencën e galaktikave të tjera te hartimi i strukturave në shkallë supergrumbull. Ne kemi kaluar nga të mosditur asgjë për plasjen e madhe te matja e moshës së universit me saktësi të madhe. Ne kemi kaluar nga të mosditur asgjë për energjinë e errët te zbulimi se ajo po përshpejton zgjerimin e universit. Në shkallën e kohës kozmike, ne kemi bërë këto zbulime në një çast. Dhe nëse vazhdojmë me këtë shpejtësi, imagjinoni çfarë do të dim pas 100 vjetësh. Imagjinoni çfarë do të dim pas 1000 vjetësh. Nëse ne mbijetojmë, nëse vazhdojmë të eksplorojmë, mundësit janë të pafundme. Por ka një realitet që duhet të përballojmë. Ne nuk dim nëse do të mbijetojmë. Ne po përballemi me sfida ekzistenciale që mund të na shkatërrojnë. Ndryshimet klimatike po ndryshojnë planetin ton në mënyra që mund të bëjnë disa rajone të pabanueshëm. Armët bërthamore ende ekzistojnë, të gatshme për të përdorur. Inteligjenca artificiale po zhvillohet me shpejtësi që të i kalon aftësinë tonë për ta kontrolluar. Këto janë rreziqe reale, dhe nëse ne nuk i adresojmë ato me seriozitet, nëse ne nuk punojmë së bashku si specie, atëherë mund të mos jemi këtu për të parë se çfarë ndodh me atraktorin e madh. Mund të mos jemi këtu për të eksploruar yjet. Mund të mos jemi këtu për të zbuluar misteret e universit. Dhe kjo do të ishte një tragjedi e pabesueshme. Sepse ne jemi, deri ku dim, ndërgjegja e vetme në këtë rajon të universit. Ne jemi yjet që kanë zgjuar për të menduar për vetveten. Ne jemi universi që ka fituar aftësinë për të kuptuar origjinën e tij. Nëse ne zhdukem, kjo ndërgjegja zhduket. Dhe universi, për të gjithë madhështinë e tij, do të jetë një vend më i varfër. Do të jetë një vend pa askush për ta vëzguar, pa askush për ta kuptuar, pa askush për ta çmuar. Kjo është përgjithësia jonë. Kjo është arsyeja pse ne duhet të ruajmë planetin ton. Kjo është arsyeja pse ne duhet të punojmë për një të ardhme ku njerëzimi jo vetëm mbijeton, por lulëzon. Sepse ne jemi ruajtësit e diçkaje të çmuar. Ne jemi mbajtësit e një drite që ndriçon në errësirën kozmike. Le të kthehemi tani te pyetja që ka qenë në qendër të gjithë këtij udhëtimi. Çfarë do të ndodhë në fund? Ku do të përfundoj lëvizja jonë drejt atraktorit të madh? Dhe çfarë do të thotë kjo për fatin ton në afat të gjatë? Siç e kemi diskutuar, ka dy forca që po luftojnë për kontrollin e fatit ton kozmik. Nga njëra anë, ka gravitacionin e atraktorit të madh që po na tërheq. Nga ana tjetër, ka energjinë e errët që po përshpejton zgjerimin e universit. Cila do të fitojë? Përgjigja varet nga një numër që shkencëtarët e quajnë konstanta kozmologjike. Kjo konstante përshkruan forcën e energjisë së errët dhe bazuar në matjet më të fundit, duket se energjia e errët po fiton. Kjo do të thotë se në fund ne nuk do të arrijë kurrë te atraktori i madh. Ne do të vazhdojmë të tërhiqemi drejt tij për miliarda vjet, por zgjerimi i përshpejtuar i universit do të na ngadalsojë dhe përfundimisht do të na shkëput. Në këtë skenar ne do të mbetemi në një ishull kozmik. Grupi ynë lokal i galaktikave që përfshin rrugën e qumështit, Andromedën dhe disa galaktika më të vogla, do të mbeten të lidhura gravitacionalisht.
Këto galaktika do të bashkohen ngadalë në një galaktik të vetme gigante eliptike, por të gjitha galaktikat e tjera, të gjithë supergrumbujt, të gjithë atraktorët e mvenj do të kalojnë përtej horizontit kozmik. Drita e tyre nuk do të na arrijë më. Për civilizacionet e ardhshme që do të jetojnë në atë kohë, universi do të duket shumë i ndryshëm. Do të duket i vogël, do të duket i izoluar, dhe ata nuk do të kenë asnjë mënyrë për të ditur se dikur, miliarda vjet më parë, kishte supergrumbuj dhe struktura masive që shtrihen në miliona vit dritë. Historia e universit do të jetë e fshehur prej tyre. Vetëm nëse ata gjejnë arkivat tona, nëse ata lexojnë artikujt tanë shkencor, ata do të kuptojnë se universi ishte njëherë shumë më i madh dhe më i pasur se sa duket. Kjo na kujton se ne jetojmë në një kohë të veçantë. Ne jetojmë në një kohë kur universi është ende i dukshëm në të gjithë madhështinë e tij. Ne mund të shohim miliarda galaktika, ne mund të masim zgjerimin, ne mund të zbulojmë strukturat e mëdha. Në të ardhmen e largët, kjo nuk do të jetë e mundur. Kjo është arsyeja pse ne duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi. Kjo është arsyeja pse ne duhet të studiojmë universin tani, ndërsa ende mund ta bëjmë. Sepse koha po mbarohet. Çdo ditë që kalon, galaktikat largohen më larg. Çdo ditë që kalon, horizonti kozmik zvoglohet. Çdo ditë që kalon, universi bëhet më i pakuptueshëm. Ne jemi me fat që jetojmë në këtë kohë dhe ne duhet ta cmojmë këtë fat. Por le të mos përfundojmë me një notë të errët. Le të mos mendojmë vetëm për fundin, por gjithashtu për tani. Le të mendojmë për bukurinë e momentit prezent. Ju jeni duke lexuar këto fjalë. Ju jeni duke menduar për universin. Ju jeni duke u tërhequr në përhapësirë me 2.200.000 km/h drejt atraktorit të madh. Çdo atom në trupin tuaj ka një histori miliarda vjeçare. Çdo frymëmarrje që merrni është e bërë nga ajri që është qarkulluar nëpër planetit për miliarda vjet. Çdo mendim që keni është rezultati proceseve neurologjike që kanë evoluar për miliona vjet. Ju jeni një mrekulli. Ju jeni një produkt i universit që po reflekton mbi vetveten. Ju jeni materie që ka arritur të vetdjesohet. Çfarë mund të jetë më e mrekullueshme se kjo? Dhe ndërsa ju jeni duke u tërhequr drejt atraktorit të madh, ju gjithashtu jeni duke jetuar jetën tuaj. Ju jeni duke dashur, duke qeshur, duke punuar, duke ndërruar, duke luftuar, duke shpresuar. Të gjitha këto përvojë janë të vlefshme. Të gjitha këto përvojë janë pjesë e asaj që do të thotë të jesh njeri. Dhe fakti që ato ndodhin ndërsa ne po lundrojmë nëpër kosmos duke u tërhequr nga forca gravitacionale të strukturave masive, i bën ato edhe më të veçanta, sepse çdo moment i jetës suaj është një moment në historinë kozmike. Çdo zgjedhje që bëni është një pjesë e evolucionit të universi. Ju nuk jeni vetëse një vëzhgues pasiv. Ju jeni një pjesëmarrës aktiv. Ju jeni pjesë e historisë. Kështu që çfarë duhet të bëni me këtë njohuri? Si duhet të ndryshojë jeta juaj duke ditur se po lëvizeni në përhapësirë me shpejtësi të pabesueshme drejt një destinacioni të panjohur? Unë mendoj se ka disa mësime që mund të nxirrni. E para është perspektiva. Kur ju shikoni problemet tuaja në kontekstin e shkallës kozmike, ato duken të ndryshme. Jo të parëndësishme, por të menaxhueshme. E dyta është lidhja. Ju jeni të lidhur me gjithçka përreth jush, nga atomet në trupin tuaj deri te yjet në qiell. E treta është përgjegjësia. Ju jeni pjesë e diçkaje të madhe ve të çmuar dhe ju keni përgjegjësinë për ta ruajtur. E katërta është habitja. Universi është më i çuditshëm dhe më i bukur se sa çdo gjë që ne mund të imagjinojmë. Dhe sa më shumë mësojmë për të, aq më shumë kemi arsye për t'u habitur. Dhe së fundi ka urgjencën. Ne nuk dim sa kohë kemi. Ne nuk dim nëse do të mbijetojmë si specie. Ne nuk dim nëse do të kemi shansin për të eksploruar ujet, për të vizituar galaktika të tjera, për të zbuluar nëse jemi të vetmit në univers. Por ne dim se momenti është tani. Mundësia është tani. Nëse ne dëshirojmë të kemi një të ardhme, ne duhet të punojmë për të sot. Ne duhet të mbrojmë planetin ton. Ne duhet të zgjidhim konfliktet tona. Ne duhet të zhvillojmë teknologjitë që do të na çojnë në uje.
Ne duhet të investojmë në shkencë, në arsim, në eksplorim. Sepse nëse nuk e bëjmë, nëse ne lëm që egoizmi dhe frika të na kontrollojnë, atëhere ne do të humbasim shansin. Dhe kjo do të jetë një tragjedi jo vetëm për ne, por për të gjithë universin. Kështu që, ndërsa mbyllim këtë udhëtim në përhapësirë dhe kohë, ndërsa kthehemi nga skajet e universit te planeti ynë i vogël, le të mbajmë mend disa gjëra. E para, ne jemi të vegjël. Planetën është një pikë e vogël në një oqean të pafundëm, por kjo pikë është e vetmja shtëpi që kemi dhe ne duhet ta ruajmë. E dyta, ne jemi të përkohshëm. Jeta jon është e shkurtër në kohën kozmike, por kjo jetë është e çmuar. Çdo moment është i vlefshëm, çdo përvojë është unike. E treta, ne jemi të lidhur. Ne nuk jemi të ndarë nga universi, ne jemi pjesë e tij. Çdo atom në trupin ton ka qenë në udhëtim për miliarda vjet dhe do të vazhdojë të jetë në udhëtim pas se ne të jemi zhdukur. E katërta, ne jemi me fat. Ne jetojmë në një kohë kur ne mund të shohim universin në të gjithë madhështinë e tij. Ne mund të masim distancat në miliarda vit dritë. Ne mund të zbulojmë misteret e plasjes së madhe. Ne mund të eksplorojmë natyrën e kohës dhe hapësirës. Kjo është një privilegj i jashtëzakonshëm dhe ne duhet ta çmojmë. Dhe së pesti, ne jemi përgjegjës. Ne jemi deri ku dim. Ndërgjegja e vetme në këtë rajon të universit. Ne jemi drita që ndriçon në errësirë. Dhe ne kemi përgjegjësinë për ta mbajtur këtë dritë të ndezur, për ta kaluar te brezat e ardhshëm, për të siguruar që udhëtimi vazhdon. Pra, ku fluturon? Rruga e Qumashtit me 2.200.000 km/h drejt atraktorit të madh, një strukturë masive që shtrihet në qindra milion vit dritë. A do të arrijë ndonjëherë? Ndoshta jo. Zgjerimi i universit mund të na shkëput përpara se të arrijë, por kjo nuk e bën udhëtimin më pak të rëndësishëm, sepse udhëtimi vet është destinacioni. Çdo moment që ne kalojmë duke u tërhequr në përhapësirë është një moment i ri në historinë kozmike. Çdo zbulim që bëjmë na sjell më afër të kuptuarit e vendit tonë në univers. Çdo hap që marrim drejt yjeve është një hap drejt një të ardhmeje, ku njerëzimi nuk është më i kufizuar në një planet të vetëm, por është një qytetërim kozmik që shtrihet nëpër galaktika. Dhe çfarë na pret në fund? Kush e di? Ndoshta do të zbulojmë se nuk jemi të vetmit. Ndoshta do të takojmë qytetërime të tjera që gjithashtu janë duke u tërhequr drejt atraktorit të madh. Ndoshta do të mësojmë se universi është shumë më i çuditshëm dhe më i mahniqëm se sa kemi imagjinuar ndonjëherë. Apo ndoshta do të zbulojmë se ne jemi vërtet të vetmit vëzhgues në një univers i pafundëm. Dhe nëse është kështu, atëherë përgjegjësia jonë është edhe më e madhe, sepse nëse ne jemi të vetmit, atëherë vetëm ne mund t'i japim kuptim universit. Vetëm ne mund ta bëjmë materjen të vetëdijshme. Vetëm ne mund ta kthejmë kosmosit në një vend ku bukuria mund të çmohet, ku e vërteta mund të kërkohet, ku dashuria mund të shprehet. Kështu që vazhdoni të shikoni lart, vazhdoni të pyesni, vazhdoni të habiteni, sepse çdo herë që e bëni, ju po zgjeroni ndërgjegjen tuaj. Ju po lidheni me diçka më të madhe se vetvetja. Ju po bëheni pjesë e një historie që shtrihet nga plasja e madhe deri te fundi i kohës. Ju po lvizeni në përhapësirë me një shpejtësi që te i kalon imagjinatën. Ju po tërhiqeni drejt një destinacioni që askush nuk e di. Por ju jeni këtu. Ju jeni të vetëdijshëm. Ju jeni të gjallë. Dhe kjo vet është një mrekulli. Ne jemi udhëtar në një anije hapësinore të quajtur tokë, duke fluturuar nëpër kosmos me shpejtësi të pabesueshme. Ne nuk kemi zgjedhur këtë udhëtim. Ne nuk mund ta ndalojmë, por ne mund ta formësojmë. Ne mund të vendosim si ta shpenzojmë kohën tonë në këtë udhëtim. Ne mund të zgjedhim të luftojmë me njëri tjetrin ose të punojmë së bashku. Ne mund të zgjedhim të shkatërrojmë planetin tonë ose ta mbrojmë. Ne mund të zgjedhim të mbyllim sytë ndaj mrekullisë së universit ose t'i hapim ato gjerësisht dhe të habitemi. Zgjedhja është e jona dhe koha për të zgjedhur është tani. Universi është i madh, jeta është e shkurtër, por çdo moment ka rëndësi, çdo zgjedhje ka pasoja
çdo njeri ka vlerë. Ju jeni pjesë e diçkaje të jashtëzakonshme. Ju jeni universi që po reflekton mbi vetveten. Ju jeni materia që ka zgjuar për të habitur. Ju jeni drita në errësirë. Dhe ndërsa ju vazhdoni udhëtimin tuaj në përjet, ndërsa vazhdoni të lëvizeni në përhapësirë drejt atraktorit të madh, mbani mend këtë. Ju nuk jeni të vogël. Ju jeni të pafundëm. Sepse brenda jush është një univers i plot i mendimeve, ndjenjave, ëndrave dhe shpresave. Dhe ky univers i brendshëm është po aq i vlefshëm sa universi i jashtëm. Ndoshta edhe më shumë. Kështu që, çfarë mendoni? Ku mendoni se po shkojmë? Jo vetëm në kuptimin fizik, por në kuptimin më të gjerë. Si specie, si qytetërim, si ndërgjegje. A do të mbijetojmë? A do të lunëzojmë? A do të arrijë te yjet? Apo a do të shuhemi si shumë specie të tjera përpara nesh? Unë nuk e di përgjigjen. Askush nuk e di. Por unë shpresoj. Shpresoj se ne do të zgjedhim mirë. Shpresoj se ne do të punojmë së bashku. Shpresoj se ne do të kuptojmë se ne të gjithë jemi pjesë e të njëjtit udhtim, pasagjer në të njëjtën anije hapësinore, duke fluturuar nëpër errësirën kozmike drejt një të ardhmeje të panjohur. Dhe shpresoj se në të ardhmen, kur pasardhësit tanë do të shikojnë prapa në historinë, ata do të thonë se ne bëm zgjedhjen e duhur, se ne zgjodhëm jetën mbi vdekjen, kuptimin mbi dëshpërimin, eksplorim mbi frikë, se ne zgjodhëm të shohim lart te yjet dhe të ndrojmë për një të ardhme më të mirë. Një të ardhme ku njerëzimi nuk është më i burgosur në një planet të vetëm, por është lirë për të eksploruar pafundësinë e universit. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, në atë të ardhme të largët, kur ne në fund do të arrijë atraktori i madh, ne do të zbulojmë se udhëtimi ishte gjithçka. Se destinacioni nuk kishte rëndësi, aq sa momenti që kalluam së bashku. Se çfarë na bëri të veçantë nuk ishte se ku shkuam, por se si shkuam atje. Me kuriozitet, me guxim, me shpresë dhe me një dashuri të pafund për këtë univers të mahniqëm që na jep jetë. Por le të mbyllim me një imagjinat të fundit. Imagjinoni se ju mund të dilnit jashtë kohës dhe hapësirës. Imagjinoni se mund të shikonit të gjithë rrugtimin ton si një fije të vetme në pëllhurën kozmike. Ju do të shikonit plasjen e madhe, atë shpërthim të parë të energjisë që krijoi gjithçka. Ju do të shikonit formimin e yjeve të parë, galaksiave të para, supergrumbujve të parë. Ju do të shikonit linjat e rrjedhës gravitacionale që lidhin çdo gjë me çdo gjë tjetër. Ju do të shikonit rrugën e qumashtit duke u formuar, dielin duke u ndezur, tokën duke u ftohur. Ju do të shikonit jetën duke lindur në oqanet tona. Ju do të shikonit evolucionin duke punuar magji e tij, duke krijuar kompleksitet gjithnjë e më të madh. Ju do të shikonit njerëzit e parë duke shikuar yjet dhe duke u habitur. Dhe ju do të shikonit se e gjithë kjo kohë, gjatë gjithë këtij udhëtimi, ne kemi qenë duke u tërhequr. Duke u tërhequr drejt atraktorit të madh. Duke u tërhequr drejt diçkaje që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht. Ky tërheqje ka qenë konstante, e pandallshme, e padukshme. Ajo ka formsuar rrugën tonë nëpër kosmos. Ajo ka përcaktuar vendin tonë në univers dhe ajo vazhdon edhe tani, në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë. Ju jeni duke u tërhequr. Unë jam duke u tërhequr. Ne të gjithë jemi duke u tërhequr. Është një tërheqje që bashkon gjithçka, nga atomet më të vegjël deri te supergrumbujt më të mëdhenj. Një tërheqje që na kujton se ne jemi të gjithë pjesë e të njëjtit rrjeti kozmik. Por çfarë është kjo tërheqje në fund? A është vetëm gravitacion, një forcë fizike e shkruar në ligjet e natyrës, apo a është diçka më shumë? A është një metaforë për diçka më të thellë? Ndoshta tërheqja drejt atraktorit të madh është si tërheqja që ne ndjekim drejt kuptimit. Ashtu si galaktikat tërhiqen drejt një qendre masive, ashtu edhe ne, si qenie të vetëdijshme,
tërhiqemi drejt të vërtetës, drejt njohurisë, drejt kuptimit. Ne jemi duke kërkuar diçka që e ndjen se është atje, diçka që na thërret, por që ne nuk mund ta shohim qartë. Dhe ndoshta kjo kërkesë, ky udhtim drejt kuptimit, është pjesa më thelbësore e asaj që do të thotë të jesh njeri. Ne nuk jemi të kënaqur me përgjigje të thjeshta. Ne nuk jemi të kënaqur me të qenët në errësirë. Ne duam të dimë, ne duam të kuptojmë, ne duam të shohim qartë. Dhe kjo dëshirë na ka çuar të zbulojmë gjërat mahniqme. Na ka çuar të zbulojmë se toka nuk është qendra e universit. Na ka çuar të zbulojmë se ne jemi të bërë nga pluhuri i yjeve. Na ka çuar të zbulojmë se ne po lëvizemi në përhapësirë me shpejtësi të pabesueshme drejta traktorit të madh. Çdo zbulim na sjell më afër së vërtetës. Çdo zbulim na jep një pamje më të qartë të vendit tonë në kosmos. Çdo zbulim na bën më të urtë, më të pëlqyer, më të lidhur me realitetin. Por dia gjithashtu sjell përgjegjësi. Sa më shumë dim, aq më shumë kuptojmë se çfarë është në rrezik. Ne dim se planeti ynë është i brisht. Ne dim se jeta është e rrallë dhe e çmuar. Ne dim se nëse ne nuk kujdesemi, ne mund të humbasim gjithçka. Kjo njohuri duhet të na motivojë. Duhet të na bëjë të punojmë më fort për të mbrojtur atë që kemi. Duhet të na bëjë të çmojmë çdo moment, çdo përvojë, çdo lidhje, sepse në shkallën kozmike ne jemi këtu vetëm për një çast. Por ky çast ka rëndësi. Ky çast është gjithçka që kemi. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të lëvizemi në përhapësirë, ndërsa vazhdojmë të tërhiqemi drejt traktorit të madh, le të mbajmë mend se ne nuk jemi duke udhëtuar vetëm. Ne jemi duke udhëtuar së bashku. Çdo njeri në këtë planet është bashkudhëtar. Çdo specie është bashkudhëtar. Çdo atom është bashkudhëtar. Ne jemi të gjithë në të njëjtën anije hapësinore, duke fluturuar nëpër errësirën kozmike. Dhe nëse dëshirojmë të arrijmë destinacioni ynë, nëse dëshirojmë të mbijetojmë dhe të lulëzojmë, ne duhet të punojmë së bashku. Ne duhet të kujdesemi për njëri tjetrin. Ne duhet të kujdesemi për planetin ton. Ne duhet të kujdesemi për të ardhmen. Historia e universit është një histori e ndërtimit. Nga kaosi i plasjes së madhe ka dalë rend. Nga grimcat elementare kanë dalë atome. Nga atomet kanë dalë molekula. Nga molekulat ka dalë jeta. Nga jeta ka dalë ndërgjegja. Dhe nga ndërgjegja mund të dalë diçka edhe më e madhe. Ndoshta një qytetërim që shtrihet në përryje. Ndoshta një kuptim i plot i natyrës së realitetit. Ndoshta një bashkim me diçka më të madhe se ne. Mundësit janë të pafundme, por ato realizohen vetëm nëse ne zgjedhim të ndërtojmë në vend që të shkatërrojmë, nëse zgjedhim të bashkohemi në vend që të ndahemi, nëse zgjedhim të shpresojmë në vend që të dorëzohemi. Kështu që pikërisht tani, ndërsa lexoni këto fjalë, ndërsa mendoni për atraktorin e madh dhe vendin tuaj në univers, bëni një zgjedhje. Zgjidhni të jeni të vetëdijshëm, zgjidhni të habiteni, zgjidhni të mësoni, zgjidhni të kujdeseni, zgjidhni të ndërtoni një të ardhme që është me vlerë për t'u jetuar, sepse në fund, kjo është gjithçka që ne mund të bëjmë. Ne nuk mund të ndalojmë lëvizjen tonë në përhapësirë. Ne nuk mund të ndryshojmë faktin se ne po tërhiqemi drejt traktorit të madh, por ne mund të zgjedhim se si të përjetojmë këtë udhtim. Ne mund të zgjedhim të jetojmë me qëllim, me dashuri, me kuriozitet. Ne mund të zgjedhim të bëjmë diferencën. Dhe ndoshta, në fund të gjithçkaje, kjo është përgjigja që po kërkojmë. Ndoshta pyetja nuk është ku po shkojmë, por si po shkojmë atje. Ndoshta pyetja nuk është çfarë na pret në fund, por çfarë po bëjmë tani. Sepse fundi është i panjohur, por momenti është këtu. Mundësia është tani. Dhe ju, duke lecuar këto fjalë, jeni pjesë e diçkaje të mahniqme. Ju jeni universi që po reflekton mbi vetveten. Ju jeni materia që ka zgjuar për të habitur. Ju jeni drita në errësirë. Dhe ndërsa vazhdoni udhtimin tuaj, ndërsa vazhdoni të lëvizeni me 2.200.000 km/h drejt një destinacioni të panjohur, mbani mend këtë. Ju nuk jeni të vogël. Ju jeni infinity
e shprehur në formë të dukshme. Ju jeni një pikë ku universi takohet me vetveten. Ju jeni një dritare në për të cilën kosmosi mund të shohë bukurinë e tij. Dhe kjo është një privilegj i jashtëzakonshëm. Një privilegj që vjen me përgjegjësi. Përgjegjësinë për të jetuar plotësisht, për të dashur thellë, për të mësuar vazhdimisht, për të ndërtuar me kujdes, sepse çdo zgjedhje që bëni ka pasoja që shtrihen përtej jush. Çdo veprim që kryeni dërgon val në rrjetin kozmik. Çdo mendim që keni kontribuon në ndërgjegjen kolektive të njerëzimit. Kështu që, ndërsa mbyllim këtë udhëtim nga toka te atraktori i madh dhe prapat e toka, le të mbajmë mend se ne jemi të gjithë në këtë së bashku. Ne jemi pasagjer në një anije hapësinore duke fluturuar nëpër kosmos. Ne nuk e kemi zgjedhur këtë udhëtim, por ne jemi këtu. Dhe ndërsa jemi këtu, ne kemi mundësinë të bëjmë diçka të mrekullueshme. Ne kemi mundësinë të krijojmë bukuri, të zbudojmë të vërtetën, të ndajmë dashuri. Ne kemi mundësinë të bëjmë këtë univers pak më të ndriçuar, pak më të ngrohtë, pak më me kuptim. Dhe kjo është arsyeja pse ne jemi këtu. Jo për të arritur në një destinacion, por për të jetuar rrugën. Jo për të gjetur përgjigje finale, por për të bërë pyetjet e duhura. Jo për të qenë perfekt, por për të qenë të vërtet. Universi është duke u zgjeruar, yjet po vdesin, galaktikat po largohen, por ju jeni këtu, pikrisht tani, në këtë moment. Duke lecuar këto fjalë, duke menduar për vendin tuaj në kosmos, duke habitur për misteret e universit. Dhe kjo është mjaft. Kjo është më shumë se mjaft. Kjo është gjithçka. Sepse në fund, ne nuk jemi thjesht materie që po lvizet nëpër hapësirë. Ne jemi materia që ka zgjuar për të dashur, për të menduar, për të ndërruar. Ne jemi universi që po përjeton vetveten. Dhe kjo është mrekullia e vërtet. Jo se sa të mëvenj jemi, por se sa të vetdijshëm jemi. Jo se ku po shkojmë, por se ku jemi tani. Jo se çfarë do të ndodh nesër, por se çfarë po zgjedhim sot. Kështu që vazhdoni të fluturoni, vazhdoni të ëndërroni, vazhdoni të habiteni, sepse ju, bashkë me miliarda të tjerë në këtë planet të vogël, jeni duke shkruar një kapitull të ri në historinë kozmike. Një kapitull që flet për guxim dhe shpresë, për kuriozitet dhe dashuri, për kërkimin e të vërtetës dhe krijimin e bukurisë. Dhe kush e di, ndoshta një ditë në një të ardhme të largët, kur ne në fund do të arrijë te atraktori i madh, dikush do të shikoj prapa dhe do të thotë: ata e bën, ata mbjetuan, ata arrin te yjet. Dhe gjithçka filloi me një zgjedhje të thjeshtë, për të shikuar lart, për të habitur dhe për të besuar se ishim pjesë e diçkaje më të madhe. Dhe ai dikush do të jeni ju, ose pasardhësit tuaj. Ose dikush që është prekur nga historia juaj. Sepse kjo është mënyra se si ne vazhdojmë. Jo si individ, por si ide, si shpresë, si dritë në errësirë. Fluturimi vazhdon. 2.200.000 kilometra në orë, çdo sekond, çdo minutë, çdo ditë. Drejt atraktorit të madh, drejt së panjohurës, drejt së ardhmes. Dhe ju jeni pjesë e tij, për më mirë ose për më keq, në gëzim ose në trishtim, në sukses ose në dështim. Ju jeni këtu, ju jeni të vetdijshëm, ju jeni të gjallë. Dhe kjo është gjithçka që ka nevojë, sepse në një univers ku pjesa më e madhe është hapësirë e zbrazët dhe materie e pajet, fakti që ju ekzistoni, fakti që ju mund të mendoni dhe të ndjeni dhe të habiteni, është mrekullia më e madhe e të gjithave. Kështu që shikoni lart sonte, shikoni yjet dhe kujtoni se ju po fluturoni nëpër hapësirën midis tyre. Ju po lvizeni me shpejtësi që e bën dritën të duket e ngadalshme. Ju po tërhiqeni nga forca që formsojnë universin. Ju jeni pjesë e një historie që është më e madhe se çdo gjë që ne mund të imagjinojmë. Dhe kjo histori ende po shkruhet. Kjo histori nuk ka mbaruar. Kjo histori është e juaja,
për ta jetuar, për ta formsuar, për ta bërë të veçantë. Pra, çfarë do të bëni me këtë udhtim? Çfarë do të kontribuoni në këtë histori kozmike? Çfarë gjurmë do të lini në të jelin e hapësirë kohës? Zgjedhja është e juaja. Momenti është tani. Dhe universi po pret të shohë se çfarë do të zgjidhni.